Gjino! Jam Sali Berisha. O budallaj. Rritu shpejt të kapësh kokën e fishkut, se do të hanë të sjerët. Ure, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? S'ke parë gjë akoma dhe kjo pasi shaka. Atëhere, tani që ishte dëshira e Albit, tema më e bukur nga të gjitha, edhe nuk është Big Brotheri, se bo vakita që bo ma bet Big Brotheri për zotin, po Albi do të fliste për Big Brother duhet ta bëjmë kam përshtypjen në herë tjetër. Për protestën për Big Brother, se për flasësh për Big Brother është kot në kot, po flasësh për fenomenin që një numër njerëzish dalin protestë për gjë kot, mendoj se mund të jetë me rëndësi. Po në rregull, nëse keni kohë nesër e zemra jeni të ftuar prapë. Ose e vazhdojmë sot deri në pafundësi, se unë njësoj do i ndaj këto në pjesë të ndryshme, kështu që tema jote që e shpreve në mënyrë direkte, domethënë te grupi, ishte fenomeni Andrew Tate, se për mua është më shumë se sa një person, është thjesht një fenomen që i ka përfshirë shoqërinë europiane, se në Shqipëri më duket shumë pak, në Shqipëri trajtohet për mendimin tim në mënyrë shumë ignorante gjëja, po pa dashur të ofendoj njeriu, po që po tani nise veti plako ti kishe dëshirë, ti nise me çfarë dije çfarë do të dish. Po më thënë drejtën, unë s'kam ne respekt për Andrew Tate, kështu që do nisemi direkt me konflikt, por me që ngrejta zonin duhet të kërkoj falje, edhe duhet të them që nuk e di se ku e morëm spuntën, por ideja është që Andrew Tate po merret si shembull i luftës po themi i meshkujve kundër feminizmit ose kundër një farë kulture që mashkullin e ka poshtruar ose e ka vendosur një grad më ulët dhe ai nuk po realizon potencialin e vet. Edhe unë se kam ndjek shumë, por me asa kam ndjek një herë që po thoshte për depresionin, njerëzit me depresion janë të dobët. Edhe më duk shumë ignorant, sepse depresionin në njohim se si është si çfarë simptoma ka, pse shkaktohet, çfarë ndryshimesh kimike kanë tru, plus një herë tjetër po thoshte që kam folë me një mafioz dhe i thash si ka mundësi që ti që je i kërkuar lëviz lirshëm nëpër botë. Ose je i kërkuar nga Interpoli dhe ai më tha që unë kam marrë pasaporta ndryshme bullgare, jam martuar me angleze, kam pasaporta ndryshme, shkoj në Dubai, shkoj në vende që s'kanë ekstradim. E po thoshte Andrew Tate pyeta vetëm pse s'po bëjmë këtë. Domethënë ai nuk e di, nuk më duket ndaj personazh që konservatorët janë për rendin dhe ligjin që e kanë baziken, ta marrin si shembull dhe të thonë që po ky është, ne këtë do ndjekim dhe do luftojmë feminizmin dhe liberalet e majt. Duket një person i cili thjesht shef interesin e vet, nuk është se ka ndonjë parim shumë të madh. Dhe më duket një person që është i pasur, ka përdorur ca femra që i ka përdorur në webcam edhe ka ble Bugatti. Domethënë nëse ky po i lufton sistemin, nuk e di çfarë sistemin po lufton ky. Ky ka shkuar në Rumani, thotë është vend i korruptuar dhe unë rri këtu se është vend i korruptuar. Ne korrupsionin dhe të pasurit që shfrytëzojnë korrupsionin kemi luftuar, kështu që nuk e di, ndoshta nga që se kam ndjek unë, por s'është se kam një mendim pozitiv. Shembull nuk ndiqet ai nga konservatorët, ti je i sigurt për të. Dy nga konservatorët që unë i ndjek domethënë zakonisht edhe deri diku më përputhen ato disa nga idealet e mia, po jo të gjitha normalisht se ku gjendet tash një njerëz që ti përputhesh gjitha. Janë Ben Shapiro dhe Matt Walsh, nuk e di, e njihni si figura, domethënë Matt Walsh është ai që ka bërë atë dokumentarin What is a Woman, edhe Ben Shapiro pastaj njihet se ka bërë lloj budalliqe për sa i përket feminizmit dhe të tjera. Domethënë ai është goxha i zhurmshëm. Edhe të dy këta domethënë i kanë dalë kundër për të njëjtat pika që ti sapo i përmendë, domethënë për rendin, për ligjin, për respektimin, e kupton për mënyrën se si ai shet të qenë rrit mashkull, e kupton me Bugatti, e budalliqe etj etj, edhe ata kanë dalë secili në mënyrën e tij, domethënë kur njëri thotë që maksimaliteti i mashkullit, Matt Walsh për shembull ka thënë që maksimaliteti i mashkullit nuk është të kesh Bugatti etj etj, por është të krijosh familje, sepse ai është, domethënë është edhe goxha religjioz. Kurse Ben Shapiro ka thënë edhe nga ana e rendit pastaj për pjesën e korruptimit etj etj, i ka përmendur të gjitha, kështu që shembull nga ana e konservatorëve ai nuk është. Ai është shembull për ignorantët e krahut të djathtë. Për ata po, aty ke drejt. Po normalisht janë të dyja, shiko, po le të luajmë me njëri tjetrin plako.
krau i thellë i djathtë nuk do ekzistonte asnjëherë pa kraun e thellë të majt. Edhe në shumicën e shoqërisë kjo është teori ime personale, nuk është as e saktë as e gabuar, nuk se di, thjesht e kështu e perceptoj unë. Unë mendoj se ka një lloj lufte kundër të qenurit mashull, po jo ashtu siç e thotë Andrew Tate. Unë mendoj se ka një lloj lufte kundër familjes, kështu e perceptoj unë. Domethënë. Edhe normalisht ai kur e ka nisur mirë, sepse unë e kam ndjekur shumë shpejt Andrew Tate, edhe kam diku te 6 muaj po e ndjek më tani se është mainstream edhe kudo që ta hapësh domethënë është ai. Edhe ka dalë goxha nga binarët nga çishte në fillim, se në fillim ka qenë goxha mirë domethënë. Kishte gjëra goxha të qarta, pa ofendime, pa degradime etj etj. Por do të korrigjoj te pjesa e faktit për këto webcam, domethënë, ajo është kompani që paguan taksa plako, edhe nëse një shtet e lejon që të krijosh kompani të tilla që të menaxhosh, ai nuk është krim. Kompani të tilla ekzistojnë edhe në të gjithë Europën, Britani, edhe ai është 30 ca vjet, po vetë 40, po janë çuna më të vegjël se unë, nga 18 nga 16 vjeç që menaxhojnë 4-5 goca në OnlyFans, e kupton? Kështu që për faktin se jam i turur të gjitha atij, nuk do me thënë që ai është krim. Të gjitha akuzat që e kanë për këto arrestimet janë gjitha fasada publike që bëhen, do me thënë atij. Unë kam jashtëzakonisht shumë një pjesë të mirë të mendimeve edhe mënyra se si jetoj jetën unë si individ jam kundër atyre që çfarë ai predikon dhe çfarë nxjerr publikut. Por mënyra se si është zgjedhur të trajtohet Andrew Tate, më thënë, për mendimin tim është jashtëzakonisht shumë e gabuar, sepse thjesht i hedh benzinë zjarrit, i jep akoma më shumë famë atij dhe nuk po kapen me ato që janë thelbësore, po i nxjerrin budalliqe, jo merr njërin telefon ambasadën, jo ik arrestoi një herë, arrestoi 2 herë, ai për 3 orë del prapë se normalisht nuk ka ndodhur asnjë gjë, çdo lloj personi që është gjendur në të dyja rastet atje ka qenë me dëshirën e vet dhe kanë thënë të njëjtën gjë domethënë. Këto janë budalliqe që për mendimin tim ta heqin syrin nga qëllimi ose nga shënjestra e vërtetë. Shënjestra e vërtetë është që kur një person që është toksik për disa ose shumë më mirë për disa, në qoftë se unë mendoj se ai është toksik, çfarë duhet të bëj unë? Do ta censurojnë ata, ta fus të burg? Jo, ajo është fashizëm, ajo është komunizëm plako. Ajo është internim, çfarë po mundojnë të bëjnë ta Andrew Tate. Në qoftë se do donin të mirën e shoqërisë, si shumica e bëjnë, do të nxjerrësh një person tjetër që jep mesazhe më të mira edhe t'ia nxjerrë faktet të gjitha se pse ai e ka gabim dhe si ai nuk është i duhur për të ndjekur. Por normalisht në një shoqëri ku mungojnë në mënyrë jashtëzakonisht shumë të thellë këta lloj individësh, mënyra më e thjeshtë që gjendet është censura dhe lyerja e figurës së tij si kriminal. Se nuk është kriminal plak, kupton? E di si është ky. Ky është si ata çunat që kemi ne për lagjen në Shqipëri për shkakun që kanë 3 shok në Angli, edhe marrin na 100 euro, na 100 pound muaj për muaj, edhe thonë po shiko, këto unë çoj lekët, shokët e mi janë killera, kullera, e kupton? Me njëta gjë është. Edhe këta po japin ai shumë vëmendje atij, dhe mua më duket idiotë si gjë fare. Po të vësh re se ka një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh, nuk e di se sa e keni ndjekur ju të gjithë jeni këtu. Në qoftë se shikon Andrew Tate kur është nëpër podcast ose në intervista me persona që janë zakonisht në moshë më të madhe se sa e vetja, që janë entrepreneurs, që janë businessmen të mëdhenj të suksesshëm, avokat, ose intervistën te Morgan Pierce për shembull, është shumë i përmbajtur plako, është artikuluar, mundohet ti përmbahet çdo lloj gjëje. Kur i shikon pastaj në podcaste, ato video që bëhen virale, që janë çuna të vegjël, nga 16 vjeç, nga 18 vjeç, e kuptojnë që bro, let's drink a beer bro, e kupton këta lloj tipash kështu. Normalisht ai thotë gjëra inflamatore për klika. Është biznes. Shet ajo punë plako. Ai ka zgjedhur ta bëjë ato, nuk i intereson se çfarë mendojnë njerëzit për ato. Ose më sa di unë tani ka ndryshuar, tani i vjen pa keq që po perceptohet si negativ, po ajo shet. Edhe si çdo figurë tjetër tash, nuk mund unë nuk e ndaj dot është i keq apo e mirë. Është një shembull që ja vlen për tu parë, edhe ka dhe të mira dhe të këqija të veta. Tashi le të them se unë bëra si monolog, tani mund të bashkëbisedojmë çik. Ju le fjalën tjerëve nëse doni me ndërprej kur doni, vetëm desha më shtu që mendoj është shumë vërtet ajo që thej, që ai ka gjetë një farë tregu dhe po e shfrytëzon. Edhe është vërtet ajo që thej ti, që nëse webcami është ligjor, atëherë s'po bën ndaj krim.
Por unë mendoj se ky i ka hyrë vetë janë qetë dhe ka menduar se është më rëndësishëm se që është, edhe në momentin kur ti ekspozohesh dhe thuaj po Greta Thunberg e tjera, atëherë mund të kesh edhe pak goditje. Edhe për konservatorizmin desha të shtoja që unë për vete jam konservator në disa drejtime, jo në gjitha, po në disa drejtime konsideroj veten tillë edhe nuk jam feminist, domethënë nuk e identifikoj veten me lëvizjen feministe në mënyrën si është sot edhe me argumente që kanë ato sot. Do të isha feminist i djathtë nëse ekziston një gjë e tillë, domethënë që gratë të jenë për mua do të mbajnë armë, do të jenë më shumë biznes, të kenë po themi bizneset e veta, të futen treg në kapitalizëm, jo të jenë trajtohen si një minoritet që hajde se po i majmë me lëmosh. Edhe në politikë, mendoj se edhe është edhe një eksperiment social, se po dal pak nga tema, po e kam diskutuar me Orestian që kishim fut 10 vajza në një shtëpi, vajza 10 vjeçe, vogla, dhe i kishin lënë pa të rritur aty, ta menaxhonin vetë shtëpinë edhe 10 çuna, dhe ata çunat ndajtën 2 ditë, edhe pastaj shkatruan çdo gjë, nuk dinin as me gatu as gjë, kurse vajzat kanë më shumë sensin e komunitetit, kujdesen për njëra tjetrën, kështu që mendoj se do duheshin më shumë në politikë. Kjo është botë kuptimi im për konservatorizmin, po mendoj se nuk është tema sot konservatorizmi. Jo, tema është Andrew Tate plako, edhe shiko se një kuriozitet se dije që e përmend aty në futa. Andrew Tate është i vetmi individ në historinë e rrezullit toksor, hapënin tash në Wikipedia. Paragrafi i dytë ose fjalia e tretë ose e katërt domethënë është on December 29, 2022, Tate and his brother Tristan was arrested in Romania along with 2 other women allegedly charged human trafficking e budalliqe të tilla. Edhe për persona që janë dënuar, që i ka vendosur gjykata, nuk thohet në fjalinë e tretë. Domethënë, këtij tipit nuk është provuar asnjë gjë, nuk është dënuar asnjëherë për asnjë lloj gjëje dhe ja kanë vënë damkën mu në ballë, e kupton? Se është personazh trampist ky plak, po ta vësh re kështu. Nga ana filozofike është trampist, është shet atë pjesën e antisistemit për shembull. Normalisht kemi qenë adoleshent vetë, pra adoleshentët meshkuj për një shumicë të madhe, domethënë, për mos thënë të gjithë, po thasim për një shumicë të madhe, antisistemi është gjë e lindur, është në gjenin e mashkullit, e kupton, normalisht e kërkon atë pozicionin tënd në vete. E normalisht kjo gjë shet atë fanatikët e Andrew Tate për shembull janë të gjithë në 20 vjeç ose në 21 vjeç, ta themi. Që është drejta. Persona që diskutojnë pastaj në gjithësi janë mosha që jemi ne për shembull deri në 40, pastaj ka edhe të tjerë që i shikojnë ca lloj këndvështrime, po nuk e di e ke dëgjuar, një nga këto deputetët e Britanisë Madhe fornin në parlament do riedukojnë meshkujt, kërkonte fonde për të riedukuar meshkujt nga toxic speech i Andrew Tate. Tani unë dua të përfshim çik goca. Pas gateproj çik. Po zemra, unë nëse nuk e beson ta dërgoj direkt te grupi tash me link video domethënë. Thotë re-education, e kupton? Sepse janë bërë brainwash nga Andrew Tate. Bleon, këtu në Angli, me aq sa unë jetoj në Angli, me aq sa i njoh, me aq sa kam pavlla, përveç faktit që nuk e din, nuk e njohin se kush është Andrew Tate, mendoj se kanë nevojë për një lloj edukimi të tillë. Sepse janë shumë të dhunshëm si gjini. E di këtë flako, partnerja ime aktuale është skoceze domethënë, edhe përveç atyre gjërave seksuale që po flisim deri tani domethënë unë jam i bindur që nëse ju do dinit disa nga historitë që di unë domethënë rrethën e saj shoqërore do thonë që le plako se jemi shumë mirë në Shqipëri, se të paktën në Shqipëri ke një kushuri e dikush që del përpara të autobusi ose që ja zë derën edhe i thyen brin, kurse atje nuk e çaj bën. Edhe është më keq se sa ne, po nuk është ajo tema e muhabetit. Tema është Andrew Tate plak, kupton? Mua s'po pëlqen në fakti se unë prisa të ziheshin tash me grushta, po rimur të gjithë valla. Të them të drejtën, nga që unë nuk kam Instagram apo TikTok, edhe unë e kam njoft tash i vonë se kush është ky, po vetëm si emër, edhe se ç'a bën, edhe nuk është se kam ndonjë lloj mendimi apo ndonjë kështu. Thjesht është e shoh si ato YouTubers, ato tipat e podcastit, ato Jake Paul ose Logan Paul ato tjerë.
si ky tip e shoh. Nuk është se e shoh si dikush që ka vu në një lloj mendësie apo në një lloj domethënë ka ato mendime të podcastit i herë. A? Ato YouTuber. Ka pasur me këtë tipat e podcastit, se pisha ka. Jam e ka si për ta tipa si puna ime. I ka mali iksen atë dole tradhtartë si. Jo, nuk e kam përcjell, po tash si më duket ai, domethënë, si Jake Paul dhe Logan Paul merrën këto dy ndërmend, domethënë këto dy vëllezërit që kanë vazhduar tash edhe MMA, domethënë edhe YouTubers apo ky domethënë, kaç dikush ka mendimin e vet, e shpreh, disa njerëz ja kanë pëlqyer, disa njerëz ja kundërshtojnë, po nuk është se ka shumë, domethënë, kam pas në lloj mendimi. E kam njoft shumë vonë me pak fjalë. Okej, unë para se të flas prapë, domethënë se më duket se po flas shumë te kjo pjesa, dua të dëgjoj një mendimin e të dyja gocave, pastaj do të them diçka tjetër. Okej. Me thënë të drejtën dhe unë disa intervista i kam parë këtij Tate, edhe pikërisht për arsyen se ma ka shpif pak, nuk e kam ndjekur aq shumë, pavarësisht se jam bërë kurioze. Po që mos kaloj në terma banal, personalisht, me aq pak sa kam parë, më duket thjesht një klon i pasur, i cili ushqet nga ignoranca dhe nga një publik që do cirk. Domethënë kështu e kam imagjinuar këtë Tate. Më duket sikur promovon antivlera, gjua që përdor përgjithsisht, me ato që kam parë se ti më the tani që e pas ke ndjekur shumë më përpara, unë këto kohë të fundit e kam dëgjuar që është bërë pak më viral, po them, apo pak më i njohur. Po për mua personalisht nuk paraqet asnjë lloj vlere njerëzore, mënyra se si ai shprehet. Okej, e di që mbase e prisnit këtë lloj përgjigje, po ky është mendimi im, thjesht me kaq pak sa e njoh, as në tërheq fare, as duhet të jetë prezent në këto rrjete sociale apo të përcjell këtë lloj mesazhesh që përcjell duket pa lidhje si personazh. Thjesht ai publiku që e ndjek, domethënë ai ka gjetë mbështetje tek ai publiku që e ndjek, që jep krah, që e ushqen me ignorancën e vet. Ai bëhet më i pasur, nuk ka reklam të keqe me sa duket, domethënë në fund ditës ngelet reklam, ai bëhet më i famshëm edhe kaq. Domethënë për mua s'ka asnjë lloj vlere si personazh. Okej, tash, po, me që më kërkoj mendim se nuk e kisha në plan me fol të kjo pjesa, sepse unë Tate, domethënë ka pak kohë që e njoh, po jam absolutisht bias, domethënë sepse po kështu, po i pres drus shkurt, domethënë, nuk ka se jam fut personalisht me shiku videot e tij kështu, e kam pa vetëm inserte të caktume, po që më shpifi absolutisht dje që kishin dalë disa regjistrime të tija që i niste voice message një vajzë që i thoshte I loved raping you e gjana tilla, domethënë, nuk kam pikë konsiderate për atë. Thjesht për audiencën e tij më duket, domethënë, i njëjti kontingjent si ai që ndishte dikur Jordan Peterson, po nëse Peterson i ka disa pika, domethënë, ku ti mund gjesh një lloj dialogu, mund gjesh pikat përbashkëta me të, ky më duket se jo, domethënë, sikur ka një lloj audiencë edhe më të radikalizuar. Kjo është përshtypja jeme, po që të thash, nuk mund të them se jam e pançme absolutisht e kjo pjesa. Prandaj edhe e shmanga mu fut në diskutim, sepse nuk mendoj që mund të ofroj një pikë kështu realiste në këtë aspekt. Ti mendon që Andrew Tate është një njëjtit nivel që ka të njëjtën audiencë si Jordan Peterson? Shumë mendoj se është goxha ulje niveli Jordan Peterson. Jo, nuk e thash ashtu. Unë thash ka të njëjtin si target audience, ka të njëjtin kontingjent, domethënë, po që cili është target audience i Jordan Peterson? Po janë meshkuj kryesisht, domethënë që ka një lloj të struggle, më falni se tash kam punu të ditën edhe kam trunin pak si kështu. Ka një lloj, domethënë, vështirësie, nuk e di gjejnë shtetje të fjalët e tija, jo domosdoshmërisht vetëm meshkuj, domethënë, po kryesisht sepse një edhe vajza që e ndjekin. Po që Peterson është profesor, domethënë, i ka ato meritat e veta në ato që thot, pavarësisht se unë mund të mos jem dakord me gjitha që thot ai, edhe pjesa e fjalimet e tij që u bën të famshme, ishin ato pak më
që shkonin drejt ekstremit, por që ka dhe gjana shumë normale, nëse mund ta them kështu. Kurse për nuk mund të ditë ka ekstreme rreth Jordan Peterson, se jam shumë kurioz. Po, ato, domethënë, kur doli në debat me Zhizhekun edhe pranoi që se kishte lexu Kapitalin, atë ju fut, si thotë, ju fut spyllit pas pat. Po nuk thash janë ekstrem. Se lexoi Kapitalin. Okej, nuk s'është ekstreme. Jo, po unë s'thash që ka thënë gjëra ekstreme, thash ato që janë batë famshme, ishin ato që tentonin ishin pak më jashtë linjës të mendimit, që ishin pak më outrageous, tash se nuk po di mu shpreh. Okej, ato që shisnin më shumë, do thënë, ato bën të famshme, edhe aty filloi fama e Peterson. Po nuk thash që është ekstremist. Se u shpreha kështë pjesa e Peterson. Po e kisha te Andrew Tate, domethënë, nuk te kjo pjesë se shoh shumë adoleshenta që e njekin, domethënë. Edhe persona që nuk janë edhe shumë të pjekun, nuk duken të aftë me formu një mendim kështu në mënyrë të pavarur. Kjo pjesa mund të jetë pak shqetësuese, po. Por na? Jo, më fal, mendova se mbarova, sorry. Jo, mund të vazhdosh. Jo, e bëra ndërhyrjen se pikërisht këto po mendoja që jo vetëm që e ndjekin adoleshentët kryesisht me sa kam parë, po e përdorin edhe sikur është një personazh frymëzues, shpërndajnë shprehjet e tij, pra me pak fjalë bazohen tek ajo që ai thot. Edhe kjo është pjesa më e shqetësuese sepse nga njëra anë është edhe sikur jo për adoleshentët, po në mas për të gjithë ata që e ndjekin, si një lloj justifikimi në thonjza që mund ta përdorin Tate për veprimet e veta apo për konceptet që kanë vetë ata. Pra, sikur ai po i mbështet edhe në të njëjtën anë edhe këta po i mbështesin atë dhe i rajnë shpatullat njëri tjetrit, ndërkohë që është shumë e qartë që është shumë toksike i gjitha kjo. Nuk prandaj mendoj se është shqetësuese dhe thjesht. Ndërpret pak të lutem, se juve të dyja thatë domethënë që e njihni shumë pak figurën. Edhe Albi, edhe Ermali, domethënë, edhe konkluzioni juaj është gjithmonë që është shumë toksik, nuk ka asnjë lloj plusi, nuk sjell asnjë gjë, është kështu, është ashtu. Ba nuk është pak kontradiktore kjo pjesa, domethënë që edhe nuk keni konsumuar informacionin e mjaftueshëm, edhe pa dini në konkluzion. Bleon, po unë të thash domethënë që me rast. Vetëm të shtoj një diçka të vogël, ta përfundoj. Desha të shtoj vetëm të kjo pjesa. Ajo që kam arrit me kuptu është se ekziston Andrew Tate me ato lloj mendimesh, me ato lloj koncepti jetësor, dhe me sa duket janë shumë njerëz që janë dakord me ato lloj mendësie, edhe e aprovojnë ose edhe e mbështesin ose edhe e jetojnë të atill. Domethënë, cila mendësi? Për çfarë mendësi po flasim? Për gjithë mashkulli mashkulli superior ose me aq sa kam pa, ai flet shumë për jo sa kam pa, por këta që flasin për të, se nga të tjerët e kam njoft, jo se kam njoft vetë, këta që flasin për të, flasin me idenë që ai mashkulli është superior, pse femra nuk shkon në luftë dhe mashkulli shkon në luftë. Kjo pjesa e feminizmit që po bëhet, domethënë mbar botërore, që disa po abuzojnë me feminizmin dhe ky që bën këtë ndërhyrje nga ana tjetër që ua hedh poshtë gjithë ato plot nga ato disa lloj mendësish që kanë edhe ato të feminizmit. Me aq sa kam pa, domethënë janë këto tipat që e mbështesin sepse ky tregohet e nxjerr veten superior tek femrat ose mashkulli duhet jetë superior tek femrat mas. Me që ti një pak më shumë, pse nuk na flet pak më tepër, që dhe ne t'janë... Prandaj pyeta që ti parashtroj unë çështjen. E para fare më duket të gjitha këto informacione që keni ju janë këto Orestia më fal, kishte diçka për shtuar, lutem? Po, domethënë se më duket si setup kjo puna, sepse unë ta thash në fillim, zgjolla mos me fol pikërisht sepse nuk kam mjaftuar informacione për këtë filan personazh, edhe thash, mendimi jam ishte komplet bias, domethënë s'ka asnjë pikë që mund të gjej pozitive Andrew Tate, sepse nuk kam shku me kërku në mënyrë kështu neutrale personazhin e tij. Kaq domethënë. Edhe
E isha shumë kështu e sinqert që kur fillova me fol për Andrew. Po okay, jam dakord, do të thonë parashtroje që është ndoshta gjejmë një pikë përbashkët edhe me Andrew, ç'është do ndaki. Unë jam shumë i sigurt se unë mendoj se të gjithë që jemi këtu jemi në kapacitet mendor sipërmesatare, kështu që unë jam jashtëzakonisht shumë pozitiv që do gjeni jo një po disa pika përbashkëta edhe me Andrew Tate, edhe pse s'ja u merr mendja. Ideja është tash çka ka ndodhur me këto. Në clickbaitet më të mëdha që janë bërë për tek kjo pjesa që make me a sandwich, make me a coffee, janë bërë tek podcasti i Tom Segurës me gruan e vet. Tom Segura është një komedian, për nëse nuk e dini, një komedian jashtëzakonisht shumë i famshëm amerikan, edhe ka një podcast me gruan e vet që quhet Your Mom's House. Edhe normalisht si atë lloj komedie bën ai, pa censuruar, është pa filtra fare, domethënë. Edhe nisin bisedën në një mënyrë të tillë që ti je rob i keq edhe tjerë kështu dhe ai e vë veten në atë rol edhe thot këto fjalë. Tani njerëzit i kanë prerë ato dhe i nxjerrin, jo ai është misogjinist, jo nuk mendon këtë, jo nuk mendon këtë. Në momentin që këto dolën, bën bujën e gjitha rrjeteve, ai filloi të thoshte të njëjtat gjëra, por me të njëjtat me persona të vegjël, domethënë me mos i thon me DM3, domethënë që kishin podcaste kështu, podcaste çunash, domethënë që si dëgjonte asnjëri tjetër që nuk i kanë asnjë lloj përfitimi asnjë tjetër. Arsyeja pse një fenomen si Andrew Tate për mendimin tim ka dalë është sepse mungojnë siç e tha Albi më përpara është se te pjesa e depresionit edhe kur je i zhytur thellë, domethënë si mashkull që e përjetojnë shumë meshkuj në ditët e sotme. Duhet ndonjëherë një person që tras në një shpull, për shembull, e kupton? Janë persona që ecin në mënyrë të tillë, domethënë. Pa mund mos jetë Albi ose Ermali, po ka meshkuj që për shembull që i duhet një figurë tjetër, një mentor që t'i thoj çau o pler, ngele parazit gjithë ditën, që ta motivoj, domethënë, është rob që i pëlqen. Tek ajo pjesa që theti Oresja për ato vojës mesin që është nxjerrë, ato të gjitha kanë shkuar në gjyq, domethënë, dhe atë të dashun e parë që i thanë që jo e kishte rrahur, e kishte bërë, derisa ajo doli në intervistë, thanë ne kishim temën 50 Shades of Grey dhe ajo e ka fetish plak, me pak fjalë. Ata e kishin fetish atë. Asnjëri nuk e reklamoi intervistën e asaj, ku ajo tha që çdo gjë që ka ndodhur ka qenë në rregull. Tani Andrew Tate për mendimin tim ka dalë për faktin sepse nuk ka figura që të motivojnë meshkujt nga të themi moshat 13 vjeç, 14 vjeç deri në moshat 19, 20, 21. Për mendimin tim nuk ka. Shumë nga kjo lloj, nga këta meshkuj donin të ndiqnin Jordan Peterson, po nuk mundeshin sepse me 14 vjeç, me 15 vjeç nuk i ke kapacitetin të kuptosh Jordan Peterson. Jordan Peterson është next level shit, domethënë, nuk është për një person që nuk ka formimin bazik. Se nuk mund ta kuptosh dot, domethënë, edhe nëse nuk është se Jordan Peterson flet në fjalë të thjeshta si Andrew Tate, domethënë, edhe njerëzit ta kuptojnë, ky më tha bieri kësaj ose bëj asaj. Nuk është aq e thjeshtë. Ai Jordan Peterson bie në 2007 kur ka filluar me zbërthimin e Biblës për shembull, nga ajo ka dalë ajo Orestia, by the way, pjesa që janë më shumë meshkuj. Ka dalë ajo ishte shikimi i turistë, domethënë. Ashtu ishin statuset e statistikat e YouTube-it, jo se targeti i Jordan Peterson ka qenë meshkujt, as pak. Gjithsesi, tem tjetër. Edhe duke mos pasur asnjë lloj figure, edhe duke u rrethuar se unë nuk e di, domethënë se juve në çështet e shitonit. Unë di për shkak vetëm që Klara është në Berlin edhe Ermali është që janë në Angli. Juve dy unë nuk e di ku jetoni, po nëse jeton këtu dhe nuk jeton në Shqipëri, domethënë e ndjen deri në një farë pike se nuk ka asnjë lloj gjëje ose asnjë lloj informacioni që ty si mashkull do t'japi një krah ose do t'japi një mbështetje ose një inspirim asnjë gjë, kupton? Nobody cares. Domethënë është edhe një shaka e brendshme, domethënë që ne bëjmë të puna. Normalisht nëse keni kuptuar tashmë punojnë në industrinë e ndërtimit, që industria e ndërtimit është në gjitha vendet kudo që të vesh ti i ku duash, është një industria më konservative, e mbushur nga meshkujt edhe normalisht nuk është se ka shumë dritë mbi ne, domethënë, por problematika janë gjithmonë të vegjëlit. Bleon unë po pres atë pjesën ku ne mund të bim dakord me ato me çka ka thonë ai për shembull. Unë nuk e kam ndjek. Po,
çfarë të tjerët kanë interpretuar të unë rreth Andretetit. Prit normale. Okej, po unë doja ta parashtoja vëllai, po prandaj që mos të dukej e thatë, po që po e mbaj shkurt të dalë te pika direkt. Tash mangësia e këtyre individëve nga kjo anë, domethënë, edhe sulmi që i bëhet në rast të parë për mendimin tim njeriu normal, edhe familjes, edhe në rast të dytë mashkullit, përgjithsisht familjes. Se e them familjes sepse njerëzit, për mendimin tim, njerëzit që sulmohen më shumë në mënyrë disproporcionale nga shoqëria janë femrat që duan familje. Pastaj janë meshkujt normal, pastaj janë meshkujt në përgjithësi, etj. Po gjithsesi. Tani, që dalim te çka ka thënë Andrew Tate. Andrew Tate plako ka thënë për shembull në të gjitha këto që duhet të mësosh të bëhesh njeri i pavarur. Duhet të çohesh mëngjes të vesh në palestër kudo. Domethënë në çfarë lloj podcasti që ka vajtë ti të jesh mashkull i fortë, duhet të përmbushësh detyrat e ditës, nuk duhet të shtysh gjërat, jo procrastination. Tani Albi mund të ndihmojë si thon procrastinationship. Që jo tani jo pasaj. Nuk besoj se ka fjalë. Duhet të jesh decisiv, duhet të mos bëhesh parazit të plak, e kupton? Duhet të ndërmarrësh. Të jesh strikt. Duhet të trajtosh njerëzit që të rrethojnë, duhet të trajtosh mirë. Partnerin që zgjedh, ka thënë, duhet të trajtosh jo si mbretëreshën, po si zotin tënd, të kujdesesh në çfarë do lloj mënyre që të mundesh. Të duhet të buara. Po mi pra mirë, po kështu mendon ti o Albi. Edhe unë, se ne kemi pasur më përpara, po persona që kanë pasur lloj familjesh plako, që nuk kanë pasur një njeri. Sa persona mund të ketë edhe në Shqipëri që nuk kanë dalë nuk kanë pasur asnjëherë në një bisedë me babain e tyre, që as nuk e njohin kush është si individ, nuk e kanë pasur, nuk i ka folur asnjëherë për asnjë gjë. Ka shumë plak. Këne Rumania njëherë ka jashtëzakonisht shumë. Dhe ajo lloj gjoje që apo thot Andrew Tate në Shqipëri ekziston, është diçka ekzistente aktualisht. Domethënë tek pjesa e familjes ne jemi shumë përqendruar. I përqendruar jeti vllai, po nuk i ke mësimet jo të individit, po shoqëria. Më lër të them diçka. Me aq sa kam pa, me aq sa kam njoft njerëz, ne. Këta nuk e dinë se kë kanë qenë ngjaje apo kushërinë të parë, apo nuk u intereson. Mos të them edhe motra e vlla nuk u intereson fare se çfarë bëjnë, si jetojnë, ja dalin, si ja dalin do të njëjtë. Ndërkohë që nga ana tjetër ne jemi komplet ndryshe. Ne për kushërirën bëhemi copash. Edhe këtë ka thënë Andrew Tate, çdo gjë që duhet të bësh, se janë më të pasur. Këtë që ka thënë ai, mund të ma thotë edhe Narndoka mua. Po jo më vllai, s'mund ta thënë Narndoka, atë sepse Narndoka se ka të njëjtën platformë. O, Ermal, ti po nisesh nga vetja vllai. Po ne jemi rrit me këtë lloj mentaliteti më blon. Po s'po flasun për ty plak. Ti sapo e the që ata aty nuk e din. Ai për ata po flet, nuk po flet për ty. Ai ka thënë për shembull në një pjesë. Më habit Shqipëri, se unë të thash, këtë lloj interpretimi që unë ta thash për Andrew Tate-n, unë e kam gjuar nga të tjerë që më kanë thënë. Dhe nxjerrin si mashkull superior, që femra duhet i bindet burrit etj. Shumë gjona domethënë. Nuk e cek këtë pjesën e harmonisë, por e cek bindje, ti bindet në urdhër. Bindje në urdhër e ka përmendur në një nga podcastet ku ka thënë nëse femra nuk bën asnjë lloj gjë tjetër, domethënë që nuk kërkon të krijojë familje, të ketë fëmijë, edhe nuk kërkon të punojë, po thjesht të rigjë lidhën në shtëpi, atëherë duhet i bindet mashkullit. Ky është perceptimi i tij. Kjo lihet për të diskutuar një herë tjetër. Po unë nuk janë këto ato që janë në mënyrë të qartë mesazhe të mira. Janë ato që po them unë. Ti sapo e the tash, që ata aty në Angli, këta këtu në Gjermani apo në SBA, akoma më keq, nuk e di fare se si sillet robi me familjen dhe të kujdeset robi për familjen. Ta mbaroj pak, të lutem ta mbaroj pak. Edhe ai në një nga ato ka thënë jep gjithmonë një shembull klasik ai të disa arabëve në Angli që jetonin shumë mirë tek ajo lagja ku jetonte ai. Edhe thoshte në përgjithësi për të gjithë emigrantët jashtë, domethënë që ndihmojnë njëri tjetrin, i bëjnë gjërat si familje, edhe normalisht kur përfiton njëri, përfitojnë edhe personat e tjerë. Dhe në këtë lloj mënyre rritet dhe mirëqenia. Tani ti sa e the që ata që janë aty nuk e kanë në plak. Kështu që për ata aty ky është një mesazh që është zakonisht shumë i mirë, që ata të kujdesen për njëri tjetrin, të kujdesen për familjen e tyre, ti bëjnë gjërat pak. Ora ne çapo flasim këtu, ne jemi domethënë shqiptar gjithë. Edhe unë mesazhi është një më zemra.
Mesazhi ku e ka pa unë, domethënë ku po kapesha ose ku po përqendrohesha, ishte tek shoqëria jon, tek ne, mes nesh. Sepse për në botë, unë e di e kuptoj ndikimin e atij për në botë. Dhe aktualisht ai e ka marrë famën për në botë, jo për Shqipëri vlla, po unë po flisja për shoqërinë. Pikërisht pra. Kjo ku po them. Pra po, mirë mbiri se unë në Shqipëri nuk është i njohur Andrew Tate, po unë në Shqipëri një që nuk e di kush ma kishte postuar te Lolita, kështu që se kishte kush të thënë një hoxh, një çka kishte shkruar tonë ku dëgjon, inshallah, na çfarë budalli që shkruan ai gjithmonë por ide, ose janë edhe idiotëra se nuk dua të merrem me atë fundërinën. Po problemi është domethënë që për mendimin tim, sidomos nga gocat, sidomos nga Klara dhe nga Orestia, unë mendoj se është nga ana juaja vlen në qoftë se ju intimidon kaq shumë domethënë dhe ju duket toksik edhe pse nuk e njihni. Unë si individ jam në qoftë se më ngacmon diçka, i bëj një research të vogël, bëj një kërkim, i shoh disa gjëra dhe pastaj vë mendimin tim se nuk mund të marrë çdo lloj gjëje të mirëqen. Ju do të thoni që okay, nuk e kemi interesin dhe ka ndonjë problem. Nëse pse kemi interesin. Nuk është punë intimidimi, nuk është se mua më intimidon mendimi e ndrytet, domethënë se shkoj katun Shkodër edhe gjej 200 burra që mendoj si ndrytet, do të thonë që dush më u bën burrit, nuk është problemi aty. Thjesht nuk më kanë nxit në interes te kund, do të thonë që më shku me studiu si personazh tash këta, me një gjuhë 200 orë podcastit të tij, e kupton. Po mirë, po, nuk të duket pak e pa drejtë domethënë që ke jashtëzakonisht shumë pak informacion edhe i thoj që është pa mundur me ndjek gjithë njerëzit që ekzistojnë me gjithë këtë informacion. Koha është e çmuar, do të thonë, në punë kam mësuar, kam provime, nuk është mund të rrim rapa plus. Po mirë, Borisja, po s'po flasim tani për Bleonin e Buçi podcast, domethënë, po flasim një njerëz që është personi më i kërkuar në gjithë botën, kaluar Trump e Putin e të gjitha të tjerë, e kupton? Janë tjetër nivel gjërash. Unë mendoj se është pak më shumë edhe Harma po pa Klara. Tjetër që ngju deri tani edhe nuk ke fol, që unë do hesht, vazhdo fol ti. Jo, unë doja vetëm t'i thoja edhe për të shtoja atë çka tha Orestia, është pak a shumë si pjesa çka do ti të ndjekësh, me pak fjalë. Është e njëjta gjë si ne që i bëjmë atë po themi disa personazheve në Shqipëri që vetë quhen VIP-a, që nuk duam t'i djekim, për çfarë t'i bëjmë akoma më shumë të famshëm e tjera me radhë. Është e njëjta gjë dhe kjo. Domethënë mua më mjaftuan disa intervista që ai ka bërë, disa opinione për të mos pasur asnjë lloj interesi ndaj tij, as për të bërë kurioze, sepse në të gjitha ato intervistat që unë pash të dhëna nga ti ishte pak a shumë e njëjta natyrë. Çfarë interesi duhet ketë ai mbi mua, duhet ketë ndikim fare, nuk duhet ta ndjek fare, domethënë. Unë nuk mbase mund të kisha parë dje ose pak sot, meqense neve do e diskutonim dhe si temë, kjo po qëndron, por nuk kam pas kohë me thënë drejtën, por që në përgjithësi që me vullnetin tim të lirë ta ndjek një personazh të tillë, nuk do ta ndiqja asnjëherë. Më pak më ka mjaftuar me pak fjalë që unë mund të jetë para gjykim, po deri tani edhe me këto që më the ti, nuk është se po bie dakord me ndonjë gjë, me thënë drejtën. Domethënë kjo pjesa nuk duhet bësh parazite, tjera me radhë. Tim, shumë mirë, sigurisht. Bravo i qoftë, ç'të them unë. Po pra, i di këto. Ti mendon në të këtë lloj mënyre? A mendon ti se është mirë mos bësh parazit? Ore, kjo është një mendësi universale, sigurisht. Po është pra universale, që të është universale. Po pra, po kur tjetri thotë që kam dëshirë me të përdhunu, kjo pjesa me motivuese për ditën për mua bie poshtë fare. Kur ai thotë që femrat janë gjitha materialiste, kjo që thotë ti bie poshtë fare. Pra, po se thon. Po pra, tani. Po nuk e thot më Klara, sepse këto më që shoh ti. Nuk e thot. Femrat janë gjitha materialiste. Për hirësi të muhabetit, pavarësisht se ju edhe mund të injoroni, më thënë te grupi më mbrapa unë të ju dërgoj 3 intervistat më të mira të veta, në full format, jo kështu clickbait, jo po më tha kjo e materialiste të gjitha. Edhe pastaj nëse keni dëshirë shifni, nëse keni dëshirë mos e shifni, domethënë, po që kjo pjesa e clickbaitit merri 10 sekonda nga një intervistë që është 2 orë gjysmë edhe me këtë ti nuk e di se çka ka qenë fjalia, ti vetëm dëgjon atë pjesë, ti nuk e di se çfarë është duke thënë ai në atë. Unë kur flas për shembull si individ. Po të më presësh mua atë pjesën përpara ku ti çishte të femra të pamoralshme për shembull. Pritej atë, sa herë thash, unë vëre një 10 herë njëra mbas tjetrës. Gjobi Bleona Zanin nga Buçi Podcast duke thënë 10 herë njëra mbas tjetrës femra të pamoralshme, edhe unë jam robi më i keq të botë.
Jo, nuk ka lidhje, kur është një pyetje do Por duhet të hysh tek podcasti, të dëgjosh fjalinë dhe kontekstin. Po pra fiks, kur është një pyetje dhe merret një përgjigje, ja, ky është konteksti, pyetje-përgjigje. Çfarë nuk duhet të dëgjoj historinë e jetës. Pyetjet janë të ndryshme, më kupton? Nuk e di. Në rregull, po. Gjatë, nejse se po që pak a shumë të shpjegova arsyet pse nuk më pëlqen ta ndjek si personazh. Po gjithsesi, aty që do postosh, okay, për kuriozitet sigurisht, me gjithë. Sipas mendimit tim, çdo kush ka një shembull apo një imazh të, domethënë dikë që ndjek apo diçka. Andrew Tate për mua si personalisht si Ermal nuk është se më fare as domethënë nuk ekzistonte, edhe thjesht e njoh si emër, thash. Por që me që e hapët si temë, edhe po të tregoja edhe interpretimet që janë bo nga njerëz të ndryshëm që kam qenë duke folë me to. Qofse unë do kisha një shembull apo një imazh, domethënë të këtyre që thot Andrew Tate, ato janë gjona që duhen vu në punë. Andrew Tate nuk është dikush që e ka lodh bythën, ka punu, është arsimu etj. Andrew Tate ka qenë MMA, ka net sa ka net dhe pastaj me podcast ka bo gjithë ato lek që ka bo. Ndërsa Jo, ke shumë gabim. Po imazhi që kam unë apo që do më intrigonte ose që ta ndiqja si shembull, ke shumë sportista, ke shumë domethënë që kanë arrit aty ku janë me punë valla. Edhe është një mesazh që si ta them universal, që të tregon se po u lodhe, po u përpoqe dhe po kështu do jesh aty ku do me qenë, do e arrish, është diçka që ti do e arrish. Dërsa ajo që thot Andrew Tate janë disa rregulla ku pjesa tjetër e botës normalisht u mungon sepse mënyra si rriten ashtu ndodh, por që neve nuk e di unë, janë disa rregulla që i kemi bazike po flas për Shqipërinë, ne i kemi bazike, i dim se si janë, kush janë, çfarë janë. Mirë, Ormal, Albi të ta jap fjalën, vetëm një sekondë. Ormal, i kemi ne pra, po këtë nuk po arrini të konceptoni, domethënë që për faktin se i kemi ne, ai e thot gjithmonë arsyeja pse emigrantët në vendet perëndimore janë të suksesshëm. Edhe janë fiks këto gjëra që i thot, që ti thoj dhe atyre që si i bëjmë ne, ti bëjnë dhe ata. Kjo është një uri që duhet të përhapet të plak. Edhe nëse ore dhe kushdo që ta hapi këtë një uri, ajo që është e mirë në përgjithësi është e mirë pavarësisht nga vjen. Nuk ka lidhje ajo. E kupton? Plus që këto, siç thot Klara për shembull, do të përdhulloj. Kto janë budalliqe valla. Kto nuk ekzistojnë fare, domethënë, edhe thjesht thohen nga portale të ndryshme për të intimiduar njerëzit, se normalisht lajmi i keq shet. Shumë. Edhe të njerëzit e perceptojnë ashtu. Po nuk është mirë. Pas mendimit tim, kjo që thot Klara janë thjesht disa sekuenca të vogla që tregojnë rreth një personi dhe persona të tjerë kapen ta ajo gjë, mendoj unë. Por që kjo largon syt nga problematika, sepse mendimin tim ka probleme më të mëdha me atë person se sa këto. Këto janë të pavërteta, po nuk janë nuk bëjnë asnjë lloj kuptimi. Ka probleme të tjera aty. Më fal vetëm diçka se nuk jam e qartë tani, u bëra konfuze. Nuk e ka thënë asnjëherë këtë gjë? Ai nuk ka dashur asnjëherë ai. Ça mund të jenë këto nëpërmjet lovers që mund të ketë bërë është tjetër gjë, është jeta e tij personale. Nuk ka asnjë femër sot e kësaj dite që të ke thënë që as më ka përdhunuar, as ka dashur të më përdhunuar etj. Jo, pra që ka shpehur dëshirë, po them unë. Nuk po them. Jo, është e pavërtetë. Është 100% e pavërtetë. Okej. Është e pavërtetë, Klara. Okej, mirë. Në qoftë ajo gjë është e vërtetë, unë dal autokritik përpara shokëve e them direkt. Po nuk është e vërtetë. Do hetoj pak më shumë për këtë pjesë. Okej. Albi jepi një herë ti se e harrova unë çka kisha tjetër për shtuar. Okej, kur dush më ndërprit. Atëherë desha të them diçka në lidhje me atë që përmendet për emigrantët dhe sensin e komunitetit. Mendoj se emigrantët kanë sukses. Brezi i parë mendoj që emigrojnë kështu, po themi punëtor të krahut ose njerëzit që janë të vuajtur, ikin nga Shqipëria, ikin nga vendet e tyre dhe me zor qajnë në vendet ku arrin, pavarësisht racizmit, pavarësisht probleme me gjuhën, pavarësisht se nuk kanë njohje lidhje dhe ja dalin disi. Dhe për fëmijët e tyre kanë edhe këtë shembullin e vet sakrificës, sepse vetë emigrimi është sakrificë. Le që kanë rrezikuar jetën disa për të emigruar, po edhe vetë ndryshimi i vendit është sakrificë. Po dhe mënyra se si jetojnë ata në vendet ku arrin është me shumë punë, sepse bëjnë punët më të thjeshta, më të ulta, edhe përpiqen ti edukojnë fëmijët, edhe ju kërkojnë degë që t'jenë
produktive, për shembull të bëjnë inxhinieri, të bëjnë mjeksi, të bëjnë juridik, deg që t'japin një farë karriere, ndërsa për vendasit nuk është kaq që, domethënë nuk e kanë kaq shumë presionin ose brezat që rriten brezi 2 ose brezi 3, për shembull njoh njerëz shqiptarë që janë rritë në Amerikë, edhe mund të jenë brezi 3 në shkollë. Albi vllai se më fal se ndërpres e mban dot mend se mos harroj prapun. 2 sekonda. Patjetër, se I kam shënuar. Po. Te pjesa që thoya Armari që tha s'ka vujt. Te një nga ato që ta tregoj unë, po ashtu Albi shtoi çik te grupet e WhatsApp-it që nëse ka dëshirë normalisht ta shofi, kanë qenë pothuajse pa buksa, sepse edhe pse babai I vet ka qenë Grandmaster Shau, ka pasur probleme me gambling, domethënë. Edhe kanë pasur jashtëzakonisht shumë probleme. Fëmijë arritur në një nga lagjet më të varfra të Londrës, në një geto që si e ka me L, I fillon, po s'më vjen për momentin valla. Me L I duket. Ndoshta. Ti? Luton ndoshta. Ajo, Luton. Edhe ka filluar me ndeshje, është tërvitur shumë, është abuzuar në fillim se s'e kanë paguar, është ndeshur edhe për 1.000 euro edhe për 2.000 euro, edhe me punë, me punë valla, me djers, me stërvitje ka arritur të vejë deri në atë kotën. Se mbaj më sa e ka skorin, se sa e shkruaj ta di Albi. Përmendi vetë se ka 3 humbje kanë duhet, sa ka. Që me thënë drejtën, domethënë pas ça meçe, po më duk na. Ai është në UFC, është si Cristiano Ronaldo për shembull, që nuk ka pasur një background super të madh dhe ka arritur me punë, as me talent, po më shumë me punë ka arritur. Atë që e ka tani, bëjmë avokatën e djallit, se kështu thonë ata për Putinin, në Putinin budalla, po mund të jetë Qembirgjeni, po budalla s'është. Vazhdo Albi. Dhe po thosha që këta fëmijët e migrantëve, nëse janë brezi I parë, kanë një presion të jashtëzakonshëm nga prindrit për të bërë produktiv. Ndërsa nëse janë brezi 2, brezi 3 janë I çik më rahat ekonomikisht, atëherë mund zgjedhin edhe deg tjera, deg artistike ose thjesht mund duan të shijojnë jetën. Ne njohim shqiptarë që janë fëmijët e migrantëve që janë 50 vite në Amerikë dhe rrin atje, s'po them parazit, po shijojnë jetën më shumë se një emigrant I brezit parë. Ndërsa për shoqërinë tradicionale që thotë Ndërtej që ndihmojnë fisin më shumë, mendoj se ka të bëjë me stadin e zhvillimit të një shoqërie. Për shembull është ajo teoria e stadeve 4-5 stadeve të zhvillimit në shoqëri. Është një shoqëri tradicionale, bujqësore, pastaj përgatiten kushtet për ndryshim, pastaj fillon industrializimi, pastaj vjen modernizimi. Dhe shoqëritë që janë më bujqësore, më agrikulturë, që jetojnë më shumë në fshat, është e sigurt që ato do të jenë kanë më shumë sensin e familjes, kanë më shumë sensin e komunitetit ngushtë, ndërsa kur modernizohen shoqëritë, kur fillon industria, kur njerëzit futen në qytetet mëdha, ikin nga komunitetet ku kanë qenë, atëherë sigurisht edhe depersonalizohet deri diku dhe Marksi ka pas thënë dikur që alienohet, të huajizohet, nuk ka më lidhjen me tokën ose lidhjen me produktin, por është thjesht një numër në fabrikë. Edhe mendoj se kjo është pasojë e modernizimit. Edhe në Tiranë ke njerëz sot që as nuk e njohin komshiun, nuk janë si komunitetet e dikurshme që hyni me dilni me komshiun ose kishin marrëdhënie tepër të ngushta. Tani edhe në Shqipëri po ndryshon ajo, nuk është si dikur që ishin. Okej, vazhdon të ekzistojë fisi, familja, po nuk është njësoj që jemi kaq të afërt me kushërinjt ose edhe familja po ndahet, divorce ka më shumë, pra kapitalizmi fiton mbi shoqërinë tradicionale. Unë kam lexuar disa statistika në Shqipëri, kur kemi dalë nga komunizmi në 91-shin, 60% ka pas jetuar në fshat. Sot që flasim janë 36%. Pra pjesa tjetër jeton e gjitha në qytet. Dhe në vendet e zhvilluara, në Itali për shembull, është 80%. Domethënë shumica dormuese do jetojnë në qytet. Dhe në qytet ne kemi pasë si futen, ose futen nëpër geto, ose nëpër lagjet industrializuara dhe është, domethënë ajo që thotë Andrew nuk mund ta pretendosh tek Anglia sotshme ose tek Italia sotshme, sepse ndryshojnë shoqëritë. Është ndryshe një shoqëri moderne me një shoqëri tradicionale si mund jetë ajo arabe ose ajo shqiptare. Kjo për sistemin. Jo, kjo për shoqërinë tradicionale. Për sistemin desha të them këtë që nëse Andrew Tate dhe Andrew Tate është peshk I vogël, po nëse Donald Trump është antisistemi, atëherë kush është sistemi? Se tani po dalin burrat e ato të pasurit, kapitalistët e mëdhej po dalin antisistemi dhe feministët po dalin sistemi ose majta liberale. Okej, majta liberale ka shumë pushtet sot, por
kur ti e ke pushtetin ekonomik, kur ti e klasa e privilegjuar e shoqërisë, si që ke ti antisistemi. Kjo mu më duket pak paradoksale. Nuk është antisisteme në atë lloj forme që e thua ti. Ai është antisisteme në llojin se gjithë thonë ta që Bugatti e gjitha ato janë këto clickbaitat, po ai ka një platformë vetëm domethënë që jep mësime dhe ka disa kanale në TikTok për shkakun që ja kanë vjedh videot atij. Ai vetë nuk ka pas asnjëherë TikToker. Që se edhe është një gjë që nuk e din rob. Ai nuk ka asnjë sa dite. Gjithë kanë qenë njerëz të tjerë që kanë marrë videot e tij dhe i kanë hedhur. Edhe nuk është një nga ato që më duket se e ndjeku, më duket se e kam regjistruar tek TikToku podcastit. Jep mësime kështu ekonomike plak. Kupton ato që jepin në universitete, kupton shpjegon mënyra se si menaxhohet, se si bëhet investimi i parë, gjitha. Domethënë është absurde që si vete asnjë njeriu në mendje që një personazh si Andrew Tate mund të bëjë këto gjëra. Edhe ai për shumicën nga thonë që nuk ka bëj. Unë diskutova atë burr, po këtë duhet të jemi në të njëjtën vijë me këtë, e kupton? Edhe shumica atyre që thonë jashtë informacioni jashtëzakonisht shumë mirë. Tjetër gjë që mund të binin dakord, që nuk e di, ai ka thënë që në mënyra se si trajtohen shumica e punëtorëve që janë në punë të thjeshta është shumë e keqe. Për arsye se është shumë e vështirë të luftosh sistemin, duhet të gjesh ato hapësirat e sistemit, ka thënë. Edhe një nga hapësirat e sistemit është që të kesh diçka tjetër përveç punës. Nëse të dalin lekët, duhet të kesh një pasion, një hobi, një lloj biznesi që do ta hapësh, që të arrish një lloj pavarësie financiare, që të mund të bësh gjëra më shumë se sa do, edhe që paga jote aktuale nuk t'i lejon. Nuk se kuptoj se si mund të jetë një mesazh i tillë negativ apo plak. Nëse një mesazh i tillë është vital për një shoqëri. Nuk po gjykoj pozitiv apo negativ, por një person që shet mend se sa makina shtrenjta kam edhe nuk më plas fare për mjedisin, ose një person që thot ku diun po vinë në Rumani se gjitha sistemet janë të korruptuara, po të paktën këtu mund t'i paguaj. Nuk di si gjen ka ky antisistem. Kush është sistemi atëherë? Po nuk është pra, nuk e ka thënë që është antisistem. Unë e kam thënë shitet si antisistem siç ishte Trumpi, ishte paralelizëm ai. Ishte paralelizëm i parë. Ai nuk ka thotë që është antisistem, është thjesht që duhet të gjesh në mënyrën se si ta luash sistemin në favorin tënd. E kupton? Edhe diçka të fundit desha të them lidhje me atë që e përmendë ti këtë krizën e meshkujve. Është shumë e vërtetë, sidomos në Perëndim, po ka filluar në Shqipëri kam përshtypjen, që meshkujt janë në një adoleshencë përjetshme, pra nuk arrin të piqen, nuk arrin të marrin përgjegjësi edhe kanë dëshirë të madhe të kenë pushtet, por nuk e kuptojnë se pushteti, përgjegjësia është ajo që të jep pushtet. Edhe kjo është ajo që thotë Jordan Peterson, domethënë ti duhet të jesh kompetent në punën që bën, edhe ajo ty ta jep statusin. Ti nuk e merr statusin me lek shpejt, ose duke qenë i dhunshëm, ose duke tregu se sa rrobat shtrenjta ke vesh. Ti duhet marrësh përgjegjësi edhe për familjen tënde. Ne kemi meshkuj nga 30 vjeç që shkojnë vetëm pinë bar dhe rrin aty luajnë PlayStation gjithë ditën. Edhe ky është një problem për gjithë shoqërinë pastaj. Po, edhe Andrew Tate ka thënë që nuk duhet të bëhesh ata individ, ka thënë që duhet të bësh 5 cent sot, 10 cent nesër, 1 euro pas nesër, të arrish të bësh diçka me jetën tënde që të mos jesh meaningless. Po pra, edhe ky është një problem i gjithë shoqërisë sepse edhe vajzat janë të palumtura me meshkuj të tillë, domethënë një mashkull që nuk është i përgjegjshëm, një që nuk është. Po fjalën që ti tash e ka thënë Andrew Tate 100 herë minimumi. Pra, dakord, unë se kam ndjek Andrew Tate, po i di këto nga mendimi i djathtë ose nga mendimi neokonservator që ka qenë vitet e fundit. Edhe është vërtet, është një krizë e madhe, por mendoj se kjo zgjidhet edhe me disiplinë, po zgjidhet edhe me i farë edukimi, edhe se si arrin edukimin meshkujt pastaj është gjithmonë është përgjegjësi e gjithë secilit. Mund ta arrijë motivimin ose edukimin nga Andrew Tate, mund ta arrijë nga familja, nga shkolla, është zgjedhja e tij, por ky mënyra se si flet Andrew Tate më duket më shumë, domethënë ai sikur e ka krijuar më shumë një personazh edhe po ju jep atë që duan të dëgjojnë. Doni një arrogant, hajde që po bëj unë arrogantin edhe t'ju bëj që jepi, kupton? Edhe Andrew Tate plako pasion shumë vrima të shoqërisë, Albi, shumë vrima të shoqërisë, sepse për shembull u kam vite që
unë s'më ka shkuar ndonjëherë mendja, domethënë të sillem unë në një lloj mënyre agresive, arrogante apo misogjiniste apo vërja emrin çfarë dua. Shumë më shkon mua në mendje. Pse nuk më shkon mua në mendje? Se unë kam pasur një bazament, një fundament familjar të shëndetshëm. Fakti që ka persona që në vend të dëgjojnë këto që po thosha unë, si të bësh rob i pavarur, rob produktiv dhe të arrish diçka me jetën tënde, dëgjojnë atë tjetrën. Edhe këtu lidhet me Jordan Peterson kjo prapë, që thotë që shifë se meshkujt e dobët janë meshkujt më të rrezikshëm. Se njerëzit mendojnë që një person si Andrew Tate është rob i rrezikshëm. Unë se mendoj ato. Mendoj se Andrew Tate është i pa rrezikshëm. Është vëmendja që i japin personazhet e tjerë. Ajo e bën atë njëri të rrezikshëm. Ai vetë si individ nuk ka asnjë lloj rreziku për shoqërinë. Qofse është gabim, thjesht kundërshtoje, tregoja, nxirja të gjitha të bardhë mbi të zezë dhe s'ka çashet më ai. Po s'ka asnjërisht atë, sepse në thelb gjithë ato mesazhe që jep ai për të arrirë diçka në jetën tënde që si meshkuj tani nuk e di se si ndjeni ju, po edhe unë dua të arrij diçka në jetën time. Unë kam shembull se e tha edhe Ermali çfarë që e kanë si shembull kështu, larg qoftë të kesh shembull Andrew Tate, domethënë për të ecur në jetë larg qoftë, domethënë ajo është mangësi. Tani nuk e di unë se si mund të dalë një mashkull nga një vrim, po unë shembull të mirë që i kam babain tim, ose të parin shembull që kam tim vlla. Edhe pasaj normalisht merr duke lexuar, kur kam qenë më i vogël, unë nga mosha 17, 18, 19, kam qenë kështu super liberale, super progresiste. Edhe kur erdhëm në Berlin ato në fillimet tona ishim kështu që të gjithë barabartë e budalliqe, po normalisht kur kalon ca gjëra, mosha rritet, piqesh, lexon më shumë bën, e shikon që qendra është mënyra e vetme. Kjo është mendimi personal. Edhe ai se di e plak. Nuk e di. Edhe duhet të ketë një lloj sado brutalisht, sado idiot mund të tingulloj ai. Unë mendoj që nëse do ta ndjekësh si shembull për jetën tënde, duhet të kesh dhe kapacitetin intelektual për të zbërthyer mesazhet e plot. Se ta i dëgjojnë ato e thonë duhet të jesh mashkull i pushtetshëm, edhe për këtë arsye unë duhet të komandoj gruan. Po s'është ai mashkulli i pushtetshëm që komandon gruan. Se ai është mashkulli i dobët. Mashkulli që është i dobët në shoqëri, është i fortë në lidhje, edhe ja nxin jetën partnerit. Se mashkulli që është i fortë në shoqëri nuk ka nevojë të jetë diktator në familje. E kupton, është kaq e thjeshtë. Po janë ca persona dhe në individ. Po. Të them edhe diçka të fundit se nuk është se njoh shumë Tate me detaje dhe nuk mund të zgjatem, po më shumë mund të flas për ideologjinë. A mendoj se reagimi i fortë i majtës është ose i feministëve për Tate është e para për këtë mënyrë si shprehet, që edhe unë kur e kam parë ato video më duket se flet si budalla. E dyta është për këtë konfliktin e përhershëm, sepse djatha konservatore ka këtë qëndrimin që nëse ti je i varfër ose nëse ti s'ja ke dalë në jetë është fajyt. Domethënë përpiqu më shumë, respekto ligjin, studio, puno më shumë, të kesh më shumë disiplinë, edhe doja dalësh, ndërsa e majta gjithmonë shikon në problemet strukturore, thotë, po prit një sekond se ky nuk e ka pas shansin. Prit një sekond se këtu ka racizëm strukturor, ose prit një sekond se ky nuk është edukuar, nuk i ka pas gjitha mjetet që mund t'i ketë një familje e pasur për ta dërguar në shkollat e duhura dhe në ambientin e duhur që të marrë informacionin. Është rrit aty dhe aty është zhvilluar. Domethënë janë dy ideologji të ndryshme, dy filozofi të ndryshme që përplasin gjithkohës me njëra tjetrën. Këtë ka shfrytzuar Tate dhe i thot njëjtat mesazhe, vetëm se i thot në mënyrë më brutale, po edhe unë ashtu si ti mendoj se e vërteta është gjithmonë gender, nuk është asnjëra palë 100% e vërtetë e saktë, as pala tjetër nuk është se ka 100% drejt. Po gjithsesi mendoj se duhet me pas si farë empatie, sepse këtë mund ta shfrytëzojnë ata të privilegjuarit ose të pasurit. E thonë, po hajmë se ju kërkoni që ne të paguajmë taksat, ju jeni të paaft, jeni gjenetikisht, jeni të predispozuar për me qenë të varfër, jeni dembela, po nuk është gjithmonë ashtu, se njerëzit e varfër nëse ti edukon, nëse ti i ndihmon për dal nga varfëria dhe ata mund të bëhen produktiv për shoqërinë dhe ka gjithmonë probleme strukturale, edhe pse ndoshta nuk duken, gjithmonë i huaj ose migranti ose i ziu ose ku diun maloku ose gjithmonë ka një farë vështirësie ekstra për të kap një vend pune ose për të kap një pozicion ose një deg të mirë studimi dhe duhet të jetë pak e ndjeshme shoqëria për këto ndryshime, që të mos ketë një elitë edhe një kast edhe një tjetër që hajt janë plebej. Në rregull, po nuk mund të ndihmosh dikë që nuk mundon veten në plan.
E kupton? Po nuk u ndihmove veten, nuk ka si të ndihmoj shoqëria aty. Bëj çfarë doj shoqëria, oj paguaj taksa që të marrin këta hartz-feeling këtu në Gjermani, që është ajo që e marrin shumë plera që se meritojnë fare se s'bën asnjë gjë me jetën e tyre, domethënë. Unë paguaj taksa për ata, kam 7 vite që paguaj taksa për atë punë. Edhe prapë nuk i ndihmon se ai personi nëse nuk ka dëshirë për të bërë asnjë gjë me jetën e tij, ai thjesht do vazhdojë të marrë atë pagesën nga shteti, e do punoj, unë do punoj Klara, do punoj tjetri, të paguajnë taksat e atyre, e kupton? Edhe nëse ka një person që thotë që ore më bollu të qenit parazitë, kur je parazit e i kontrollueshëm, se nesër pas nesër ta pret shteti atë lekun që ta jep në fund të muajit, edhe do vesh mbas atij pastaj. Qysh ndodhet në Shqipëri burri thotë me vendet e punës, e kupton? I bësh servili shtetit, s'ke ku vete. Këtë s'di ta ndaj përfundimisht, domethënë, se të dyja palët kanë një farë drejte, por do shtoj vetëm këtë që në këtë podcast jemi 5 veta, ndërsa po shoh të 5 jemi jashtë Shqipërisë. Kështu që edhe ato mundësi që na janë kriju ne jashtë, kanë qenë ata të majtët që kanë luftuar që të ketë edhe migranta, se po t'ishte për djathtën europiane, ne as këmbët nuk I vinim dot këtu. Kështu që gjithmonë edhe të varfrit duhet me ju dhënë një mundësi, jo të varfrit, po shtresave që nuk janë të privilegjuara. Pastaj se sa ata e shfrytëzojnë mundësinë edhe sa e shpërdorojnë në zgjedhja e gjithë secilit. O Albi, ti ku jeton? Unë në Itali. Çfarë punë bën? Nëse I lirshëm ta thuash, nëse s'ka. Kam studiu. Si? Kam studiu mjekësi. Urdhë. Çfarë shembullim merrti? Lum thua aty e majta që na sjell ne edhe shqiptarët e tjerë. Se duhet këtë e kam përmendur disa herë edhe në debate me gjerman. Kur merren në raste të tilla që lum e majta që ka sjell këto, edhe ai se po mos ishte për ta s'do kishte ndodhur asnjëherë dhe anashkalojnë një pjesë tjetër të emigrantëve. Që fatmirësisht unë në Gjermani për shembull nuk ka pothuajse zero, po unë do të them një fakt për shembull që diku tek 86 apo 87% të gjithë emigrantëve që vinë nga Afrika këtu në Gjermani, sidomos nga Kameruni për shembull, në Kongo edhe një 2-3 vende të tjera, janë me këto subvencionet e shtetit, sot e kësaj dite, mbas 4 vitesh. E kupton? Po të mendosh si europian, shqiptarët nuk ka racë më të kriminalizuar. Nuk e thua dot Albi. Unë kam 4 vite që punoj në industrinë e ndërtimit. Në industrinë e ndërtimit ka shqiptar, ka serb, ka bosnjak, ka sanxhaklin, ka polak, ka portugez, edhe italian, edhe grek. Nuk kam parur asnjë indian për shembull dhe asnjë zi ndërtimi. Edhe aty për mendimin tim, një industri si kjo, ku je punëtor ndërtimi, aty tregon ti zellin e shoqërisë se sa do të dalësh nga skamja. Se një shqiptar nuk është se do të vej apo hajde të vete në ndërtim se do bëj milioner, thjesht do që të bëj diçka, aq sa është të paktën e merr lekun vet. Kurse këta të tjerë nuk I zgjedhin. Po të shohësh si europian, si I djathtë, të shohësh shqiptarë që janë shumicë në përburgje, atëherë ne nuk do na kishin afruar fare se rracë. Po si jemi shumicë në përburgje, plaka mos u bësi rretani I anglisë tash je vlla. Po jemi valla se janë ku diun se sa 2000 atje në Greqi. Edhe del ai tipi atje, ai mirëditori thotë jam unë kapo I burgut të Kavallës, që është ai burgu atje. Britani të madhe ka më shumë shqiptar në burg se polak. Polakët janë 40 milion, ne jemi 3 milion. Në Itali po ashtu dihet se çka kemi bërë, domethënë kemi lënë nam kudo që kemi shku. Edhe po të niseshin me logjikën e mbrojtjes së racës vet, ata ne duhet na kishin mbyll, atë na linin si në kotën verit. Kështu që jo më mbrojtjen, më s'po flasin për atë, më flasin për shfrytëzimin e gjërave. Ore se edhe këtë pjesën e anglisë të burrit dhe ose na bën një sigurinë ne të keqë dynjas, po si me të keqë dynjas së plak. Se ata thon po vinë ata shqiptarët edhe po na zën hotele, po marrin azilin e po marrin lekë të taksave. Ata që veten në shtëpi barje plako nuk merr as ditë as një lek takse. E kupton? Po pse shkon në shtëpi barje? Jo Leon, sepse një pjesë e mirë zgjedhin hotelet pa. Edhe ajo që duhet t'i them Albionit është se po të kishim neve mundësi që të punonim pa problem në shtetet e tjera. Bravo. Nuk besoj që shumë shqiptar do kishin zgjedhur rrugën e Mutit. Falni për shprehjen. Arsyeja e letrave, sepse ty të vjen kontrolli I shtetit, edhe çdo shqiptar kudo tregon gjithmonë jetën e vet e ka një histori ku ai po ikën, po vrapon, po fshihet nëpër magazina, po fshihet po drum për të ikë nga kontrolli I shtetit sepse është pa letra dhe nuk punon dot, domethënë. Dhe kjo gjë ka ardhur rrjedhimisht për shumë shqiptar kanë zgjedh
përderisa unë po e thyj ligjin, vlla, më mirë po e thej ligjin tamam dhe provoj arrin në gjot herë. Me aq sa kam kuptuar unë, me aq sa kam pa. Jo, ajo është. Nuk punojnë dot për shkak të letrave. Po pse ka më shumë shqiptar në burgjet e Anglisë se ka polak për shemb, ose kinez. Po merre kinezët janë 1 miliard. Pse nuk janë kaq të kriminalizuar sa ne? Po sepse shqiptari për të ardhur në Angli do vi me kamion, do vi me gomone, ndërsa polaku e ka shumë të thjeshtë ta nxjerrë vizën dhe të vinë në Angli. Dhe në momentin që ai do vi në Angli, ai do paguaj një lloj tarife që të vi me gomone apo me kamion apo me çdo lloj kështu. Dhe ajo tarifa ai nuk e ka, do e marrë diku. Dhe dalim që ka fajin sistemi edhe ne duhet na ndihmojnë. Shumë e saktë. Po nuk ta ka fajin sistemi i shtetit ku ti po shkon. Ta ka fajin shteti jo. Ora unë jam shumë dakord, po unë po i thoja Bleonit që fakti që ne jetojmë e punojmë vende perëndimore i detyrohet edhe luftrave që ka bëhe Majta për të mbrojtë edhe emigrantët, sepse po t'ishte për djathën konservatore, ne as syt nuk do e kishim pa perëndimin. Po jo më plak. Emigracioni na ka ndihmuar shumë, sepse nuk është saktë, është e pamundur të ekzistojë tregu, nuk e di se si është mjekësia, po për shembull, marr shembullin e Gjermanisë për shembull, është e pamundur. Nëse ti i heq të gjithë të huaj që punojnë në mjekësi, e shëm direkt komplet gjithë sistemi mjekësor, se nuk ka mjaftueshëm më plak. Në bën vaki ti. Si këtu dogana ka stopuar të kontrollet fare për punën e të zezë në industrinë e ndërtimit. Këto janë informacione se unë jam me ndetyrim kontrate plak, nuk mund të flas shumë më afër. Ta them unë, edhe unë e heq një gisht për atë zot lart. Nëse ti heq gjithë ata që janë pa letra në ndërtim këtu, ty të stopojnë 95 për mos thënë 100% të gjitha vakantireve në Gjermani. Kështu që nuk është puna as e Majta as e djathta. Ato janë propaganda që një djathta ja fut Majtës e Majta ja fut djathtës për të marrë votat brenda vendit. E vërteta është që të dyja anët e duan emigrimin, sepse pa emigrimin shumë industri janë thjesht të vdekura. Emigrim ka edhe në Arabinë Saudite, po atje emigrimi është me 300 euro në muaj edhe të rish si sklav, po vdiqe nuk i intereson askujt për ty. Unë po them emigrim me drejta. Ku ke me drejta ti? Me 1400 euro punon në ndërtim në Berlin. Këtë po përpiqesh aty thoya Bleonit që këto që lufta e të Majtës nuk ka ndodhur për shqiptar, ka ndodhur për pjesën tjetër të planetit valla. Pikërisht pra, këtë po them unë, e kupton? Edhe ti thua 300 euro të rish si sklav atje. Hajde puno me 1200 euro, 1400 euro ndërtim ti në Berlin, merre një dhomë kolibe me 500 euro, edhe hajde të shikojmë sa lekë do të ngelen në fund të muajit. Edhe më thuaj, ai je sklav apo je sklav? Pse në Shqipëri sa lekë po të ngelen në fund të muajit? Ore nëse mua ma dëgjon një njeri këtë tani edhe nëse ka zgjedhjen të mos të ngelen gjë në fund të muajit në Shqipëri apo mos të ngelen gjë në fund të muajit në Gjermani, unë i them të ri e mirë aty ku është plako. Ç'po thua? Unë po them që e Majta ka luftuar për drejtat e emigrantëve dhe emigrantët kanë përfituar nga kjo. Unë nuk po them ku është më mirë me jetu ose cili profesion. Nuk ka luftuar pra e Majta. Janë elita politike, është i njëjti sistemi dhe i njëjti statut politik, nuk ka lidhje fare as me djathtën as me sindikatat kush i ka bë. Po sindikatat nuk kanë marrë as nga jashtë, gjitha Gewerkschaft quhen sindikatat në Gjermani janë kundër emigrimit të plako, se emigrimi i shkatron sindikatat. Sindikatat janë kundër emigrimit. Po, si herë. Këtu në Gjermani sindikata e ndërtimit për shembull, që unë isha pjesë kur isha në terren, domethënë, është direkt në mënyrë të drejtë për drejtë kundër emigrimit, sepse dëmton tregun e punëtorëve të brendshëm. Çfarë po thuat tash? Ndoshta duan të mbrojnë punëtorët e vet dhe ata që ju paguajnë kvota, por sindikatat përgjithsisht kanë qenë edhe për të papunët, edhe për emigrantët. Paktën në Itali kështu është, dalin emigrantët gjithmonë me CGL, nuk është se bëjnë. Tjetër gjë, po jo për të s'ke drejtë bësh pjesë e sindikatës nëse je emigrant pa letra, apo mos ja fut kot. Mos fol për ata që kanë viza plako, po flasim për ata që termali, që kanë ikur me kamiona apo kanë ikur në autobuza etj etj. Emigrantët pa letra po thotë. Po pa letra po zemra po çfarë po flas? Emigrantët pa letra ti e ke pa luftën që bëhet në perëndim, jo po ti legalizojmë, mos ti legalizojmë. Kush po i legalizon? Djathta konservatore apo e Majta po bën thirrje, hajde ti legalizojmë më shumë. S'duhen legalizuar shumë, sa ata e Majta thon ti legalizojmë në mënyrë paushale. Është si italian, si europian s'duhen, por faktikisht po them që ata i kanë ndihmuar emigrantët. Albion, faktikisht par vjet
apo vjet duket. Ishte Boris Johnson, edhe tha që momentin që doli Brexit, domethënë që doli nga Bashkimi Evropian Anglia, arsyeja pse doli ishte sepse një pjesë e mirë e polakëve, rumunëve dhe të gjithë ta, domethënë, të gjithë ta merrnin këtë asistencën. Nuk punonin dhe rrinin. Momentin që doli tashi, të gjithë këta që nuk punojnë, këta që ishin, këta do pagunin taksa. Dhe u tha që ose do rrinin dhe do punonin dhe do pagunin taksa, dhe po ashtu hodhi dhe idenë që të bëheshin të gjithë pjesa tjetër si shqiptarët edhe kush e ka të ndaluar me ardhmë në Angli, që ti boje me letra për arsye sepse ishin një masë aq e madhe, saqë nëse do pagunin taksa, ai do rritej goxha buxheti anglisë. Do kishte një rritje shumë të madhe buxheti anglisë, thoshë, se më mirë, domethënë. Por që flitej për një masë shumë të madhe të emigrantëve që po u pajisen me letra shumë. Është e djathtë angleze që po thotë shqiptarët po na pushtojnë dhe po rrinë me ndihmë sociale, po na shfrytëzojnë ne. Saktë. Por është një sistem vëlla, nuk ka lidhje as me të djathtë as me të majtën. Këtë po mundon të shpjegoj. O Albi, nuk mund të krahasosh ne as me polakët, ne mund të jemi të inkriminuar e gjitha, e kemi nga e keqja plako. Hajde në Berlin të ftoj unë o zotëri e i ftuar një fundjavë me gjitha do vemi do dalim shëtitje. Janë të pa shtëpi, ata që janë pa shtëpi në Berlin që rinë rrugëve. Në 10 nga këta, 0.5 janë gjerman. Asnjë shqiptar, po më gjetë njëti mua vllai mund të pështysh mund surata bësh video ta nxjerrësh te Lolita. E kupton, nuk ekziston. Ne nuk kemi asnjëherë të pa shtëpi, nuk ekziston kjo. Edhe janë të gjithë polak, bielorus, pse po hypim gomonën atëherë. O Bleon, po shqiptari, ngjok këtu, shqiptari vlla, ka ik nga një vend ku aktualisht është ai pastrehi që është atje në Berlin, është si shqiptari që është në Shqipëri. Dhe shqiptari ka ikur nga ai vend për të rregulluar veten, se ai që ka ikë vlla, ikën me synim, nuk ikën për të net prap. Po prapë e kape bukur zemra i shpar. Ne ikim me synim, po polakët që i sheftu rrugëve ose poshturave në Berlin, për çka kanë ikur në Polonia, për të ndonjë rtu jashtë prap. Vlla, anglezi nuk do me ditë ai e polak apo shqiptar, ai po thot ti po mvjedh punën mu, ti nuk e kupton mentalitetin e të djathtës konservatore. Ai thot ti po mprish rracën, po martohesh me gratë e mia dhe në të ardhmen ne s'do flasim anglisht dhe nuk do jemi të krishterë. Ata po flet për radikal djathtë. Ora, e djathta konservatore, dhe ky është baza e mendimit të djathtës nacionaliste, kjo është. Rrujmë. Po prapë, djathta nacionaliste nuk është djathta normale, djathta nacionaliste është djathta radikale, plaka, janë dy gjëra ndryshme. Po djathta normale janë biznesmenat atëherë të fuqishëm. Po djathta normale janë personat. Ore, gjëja e parë e djathtës normale është shteti i vogël, vëlla, kaq. Kjo është djathta normale. Gjithë të tjera pastaj janë drejtime ndryshme. Shteti i vogël, po të mos ishte bë ajo luftë për të rrit rrogat e punëtorëve, për të rrit ndihmën sociale, do kishim marrë fund. Ore, djathta tani se nga që e shkatruar e djathta në Europë, nuk ka më të djathtë. Tani të djathtat bazohen vetëm në është racist, është kështu, s'është ashtu. S'është ajo e djathta. Djathta është shumë më shumë se aq. Bleon, me aq sa kam pa unë tash aktualisht çfarë po ndodh vlla, ka filluar e djathta sillet si e majta sillet si e djathtë, është bën një katrahur vlla, një ngatresë e madhe sa që. Ngrihesh pra zemra se e tradhojnë popullin, ja shtypin kokën që mos të dinë nga ata që janë poshtë se çfarë po bëhet lart. Nuk mund të flasësh, domethënë me një mënyrë të prerë, Nëse të flasin dhe gocat se e bëm kështu. Po gocat, çfarë duan gocat, bë prezenca mjafton. Normalin edhe kena hap nga një shishe vend kështu. Jena shumë mirë, nuk kena nevojë fare për ju. Po që na lat pak pas dore, e shprehem dhe me njëra tjetrën, tham hajt. Ngritëm dhe një dorë. Ja pra, do na bëni mi tu dhe neve tash këtu, po pse pra e shprehni me njëra tjetrën, pse s'na thotë o blon, të hangër të mordja, po mblet flas pra. Ku ka gjaka ndër për Albioni, nuk fut atë. Albioni, ju keni provuar Andin, mirë që s'mora Andin. Leon, më fal të ta sqaroj edhe këtë toka. Gocat janë rrit në Shqipëri dhe po u rritën në Shqipëri ti do rritesh me psikologjinë që burrit nuk i pret llafi. Dhe ja ku jemi. Po unë se podcastin nuk është tema ashtu. Jo, po më vjen keq pasaj.
Kush të futi ty këtu i herë, ta di. Ermali është fut abuziv, priti bazderës, pastaj u legalizu. E kam bonja 5-6 herë request aty derisa e pranu. Po sepse kemi bë podcast kemi bë grup në WhatsApp për ta bë podcastin. Ti afro vetëm se e ke hap vetë, nuk është se është publike dhe ka audiencë. Kjo tregon që shqiptarët janë bo për me thy kufit. Irish pra, ja, shef, nga aty nis, bravo, më bukur s'kishte. Na këshillon ai podcast kështu kosovar, si ti ndjek këto. Kosovar çdo dark Albion unë kam dash me të thonë, edhe duhet prezenca jote aty vëlla. Jo, kam nerva. Jo, më marr me hoxhallar. Jo aton. Është ai Yllteni, është Shkodrani, edhe diskutojnë disa tema, domethënë shumë të bukura, edhe janë disa njerëz aty që është ai Belgzim Kamberi, edhe janë shumë që dikur edhe janë me pozitë, edhe kanë qenë me pozitë, edhe kanë goxha influencë. Edhe janë goxha të lexuar, goxha të përgatitëm. Unë kam dash me të thonë ty, domethënë disa herë që të vish të marrësh pjesë sepse ka shumë raste kur duhet dikush si puna jote aty, sepse unë shpesh herë nuk e njoh shumë mirë atë politikën atyne, por që ti u kam vurë që ti e njeh goxha politikën e Kosovës. E njeh goxha. Unë jam me Albin Kurtin, por kam idenë se po të futem aty në për debatë, do thonë ju po të benzimi. Ja ky që flet për të djathën, për konceptin e të djathët. Unë jam me Albin Kurtin. Opa. Albion Belgzimi, që ta përkëton këtë, ka qenë krahu i djathtë i Albin Kurtit. Kush? Belgzim Kamberi. Po këto, në fakt, unë jam me Albin Kurtin, po s'jam me vetëvendosin, se janë pak si çuditshëm. Po, se këta unë tash e kam marrë vesh vonë që këta ishin nda. Një pjesë goxha intelektual që kishin qenë me Albin Kurtin dhe që kishin bog ato opozitën e fortë gjatë atyre viteve, ishin nda nga Albin Kurti. Grupi i Shpendametit ai. Janë PSD-ja. Po, ishin nda dhe shumë ishin ca histori aty që kam dëgjuar, domethënë që shprehin dhe do doja shpesh herë kam Se mu nuk më intereson sepse aty mund të ketë luftë për pushtet, e kuptoj, mu më intereson vetëm kjo puna e nacionalizmit që ka pasfol dikur vetëvendosja për Bashkimin Kombëtar, edhe antikorrupsioni, se Albini është me sa di unë i vetë një politikan që nuk është i korruptuar. Edhe po të ketë edhe në Shqipëri kështu do ishte shumë mirë. Për këto dy pika, pastaj për tjera që bëjnë ato marksizmi e kudion, nuk është se më intereson shumë. Po, edhe për punën e luftës për të varfrit, se tash Shqipëria, Kosova janë vende të varfër. Albion, du të them edhe diçka te kjo pjesa. Albini vetë është i pa korruptuar, por që me sa duket pjesa tjetër janë goxha të korruptuar dhe po abuzojnë shumë me shumë gjona. Pavarësisht se ishin bërë disa ligje mbi tenderat që shpërndahen etj, që nuk mund të vidhje shumë, por që prap po abuzohej shumë dhe ishte edhe kjo edhe nepotizmi që diskutohej shumë dhe ishte goxha problem. Shumë tema, domethënë që është njëjta gjë në Shqipëri, man. Atë anën që unë nuk e dija që ekzistonte te kjo pjesa e vetëvendosjes. Është njëjta gjë si në Shqipëri, atje me vetëm ndryshim që Albin Kurti ndryshe nga Rama nuk përfshihet vetë, sepse është i zgjuar, edhe do që ta ketë figurën e pastër, sepse ai beson që po ta mbaj figurën e pastër do mbaj pushtetin, por që nuk do t'i funksionojë fatkeqësisht, sepse ai lejon varësit e tij të korruptohen dhe ja korruptuar shumë me tendera që bënte Rama, e kupton që çuni xhaxhit këta i merr tenderin 4 fishë, kuptohen ministri e brendshme. Me aq sa kuptova unë ose kam pa unë, domethënë nga mënyra se si debatohet, domethënë aq sa kam arrit me kuptu, është që Albin Kurti i ka fituar vetëm ato zgjedhjet 50%. Vetëm thjesht me imazhin e vet. Sakt. Thjesht me imazh. Që është i pa korruptuar, nuk ka prek në asnjë gjë, por që pjesa tjetër ishin duke abuzuar, domethënë shumë keq. Po bëheshin shumë abuzime. Dhe diçka tjetër, Albion, më fal edhe këtë, që po bën te Albin Kurti, është se po sillet sikur është në opozitë. Dhe nuk po sillet sikur është në pozitë për të bërë diçka apo për të rregulluar diçka, por që ka po të njëjtën sjellje, akuzon akoma ata që kanë qenë në pushtet më përpara dhe i thotë që në gjendje se ankohen ata, po le vëlla se boll ka bë, domethënë Kosova sot jep më shumë lek për bujqësinë se që jep Shqipëria, që ka 2 fishin e buxhetit Kosovës. Ku ta gjejmë ne të kemi politikan si Albin Kurti, po le se ankohen ata janë
të paknaqur kanë dashur të poste edhe kanë dashur me u bë me Hashim Thaçin, po nëse se këto janë muhabete tjera. Janë muhabete. Kalojmë ke Big Brotheri. Gjithsesi Big Brotheri, pra Big Brotheri. Hajde. Albion gjithsesi unë do të ta dërgoj linkun kur bëhet në space në kështu po deshe. Ma dërgoj, po të futem unë debat me ato për këtë temë, domethënë e para Jo, më nga Shqipëria si nga Kosova. Ke nevojë të bësh, s'ke nevojë të bësh debat fare. Duket vetë si peshku pa ujë. Po jo më valla, s'ke nevojë të bësh debat. Ideja është që shpreh thjesht një mendim apo një kështu, siç e ke. Unë duhet që të jetë si Albini një politikan Tiranë, kjo më intereson mua. Pastaj në Kosovë ata e din vetë. Po normal, po neve pse s'na fton apo lidh? Edhe neve nëna na ka bërë valla. Pra Ermal, pse nuk na fton dhe neve? Do ju ftoj. Nga që më tha Albioni edhe u drejtova vetëm te Albioni, po normalisht që do ju ftoj të gjithëve pa mera. Kështu me të thënë, bëjmë gjithë. Do bëhet festë e madhe. Po prapë pse ja kështu bëhet bashkimi kombëtar, futesh zihesh online një herë, pastaj unë futem shumë shpesh atje, por rastet kur futem atje është kur bëhet në lloj jo debati, në lloj muhabeti për gallat, për humor, në lloj sarkazme. Edhe kështu, po jo për rrallë herë futem për një debat politik apo më kështu. Aman, na vafun çik. Do ju ftoj sepse është me të vërtetë bëhen disa debate shumë të bukura aty. Unë shpesh herë vetëm futem edhe rriti një gjuhë, domethënë. Nëse do e bëjmë temë për protestën e Big Brotherit. Normal, ma dërgoj çik numrin e WhatsAppit në inbox në Twitter plak që të fus në grupe për podcastet e tjera. Po ja tani direkt, kam edhe tani. Okej. Na vafosni një çik për Big Brother. Po dalum, po erdhi Ermali, nuk rri dot më. Jo, po jo shoqi jo ku do veshti. Klara. Do hap grup tjetër. Hesht Klara, hesht. Ama mos u zini, ama. O zoti, Albi, jepi vallaj. A do të flisje për Luizën? Unë desha me fol për këtë protestën që u bë kohët e fundit, se më duk pak e çuditshme, domethënë jo shumë për protestën, se ata një 20-30 veta ishin, po për vërshimin në rrjetet sociale janë të turbuar njerëzit, po të futenin ke ato faqet e Big Brotherit, komente. Mirë që futen komente, po i bën edhe nga like njëri tjetri nga 50 like. Janë të tepër të motivuar, dhe mu më bën përshtypje se ne në vazhdimsi jemi përpjek me motivuar shqiptarët, dhe kjo pas ka qenë mënyra vetme me motivu, sepse kur kemi bërë thirrje në protesta, gjithmonë është një stres njerëzish që thonë më pse do të lodhem on çfarë rrihet me protesta, këto janë kot. I ka infiltruar Sorosi ose thonë nuk ka rezultat, nuk arrite asgjë. Dështuan protestat. Përdorin këtë fjalë nihiliste, e kupton? Kurse kur vika puna ke Big Brother një lloj entuziazmi, edhe me i farë shpresë që nuk ka problem. Edhe le të dështoj protesta ne do e bëjmë. Edhe një protestë për një emision të një televizioni, që ai televizion mund ta nxjerrë fitues këtë doj aty, mund nxjerrë edhe Arbanin fitues, edhe ti s'ke çaj bën, se nuk është një institucion shtetëror që ka për detyrim me të numëru vot aty. është një emision, ose në fundit edhe nëse të pëlqen kanali, ndro kanal, nuk të bën askush me zor me e pa. Por jo, janë të motivuar, dalin protesta, thonë, numërojmë votat, bëjmë këtë, bëjmë atë. Sigur ta kishin pas këtë vullnet për gjona të rëndësishme, edhe për këtë temë që e folëm ne sot për ngacërinë seksuale, por për çfarë do lloj teme tek e fundit. Shqipëria do ishte bë vend i mrekullueshëm, sepse politikanët gjën e bëjnë. Nëse ti nuk ke pak feedback negativ, atëherë ti vazhdon rrugën tënde e bën edhe më keq. Nëse njerëzit dalin ta vënë kufirin të thanë ose nëse bëjnë demonstrata, sigurisht që ti stepesh. Kështu që nëse njohim forcën tonë, me sa duket forca jonë pas ka qenë te Big Brother dhe çe di, halal. Unë kam një pikpamje shumë filozofike për Big Brotherin edhe për shumë që ato përputhen e s'përputhen, që budalliqe që i kanë dhëtë. Këto janë kolosete
moderne. Kto janë sfidat e gladiatorëve në shoqërinë moderne. Mbas vdekjes Marcus Aurelius, perandori i Romak, i biri vet Caligula, ose ndryshe Commodus, mbasi nuk ishte i dashur as nga senati dhe as nga njerëzit e vet, riktheu për herë të parë mbas vitesh që Marcus Aurelius i kishte bërë të ndaluara lojrat me gladiator, njerëz kundër njerëz që të vriteshin. I riktheu përsëri dhe populli e adhuroi, e dashuroi për atë. Edhe ndodh në shoqëri konsumatore, siç ishte qyteti i Romës, se perandoria e Romës ishte shumë produktive, por qyteti vet ishte parazit, se nuk bënte asgjë. Dhe thjesht shërben e përdornin perandorët apo senatorët për të arritur qëllimet e tyre. Edhe normalisht gjërat e tilla si Big Brotheri për shembull, si përputhen, i largojnë publikut vëmendjen nga gjërat më të rëndësishme, domethënë, dhe bëhen atë pjesë e spektaklit, ndihen të rëndësishëm, ndihen sikur kanë ai gjë në dorë. Edhe nuk i largohet vëmendja nga gjëja më e rëndësishme. Edhe siç e the ti, jemi në shoqëri konsumatore më përpara, edhe tema më përpara, domethënë. Ne jemi në tash, ne jemi si popullsia spanjolle gjatë inkuzicionit spanjoll. Gjatë inkuzicionit, kushdo ishte çdo lloj personi që të ndilte kisha, të thoshte ky është i lig, ky është kështu, do dilte gjithë populli, do t'i fuste me zarzavate kështu, me domate, lakra, gur nga koka, atë walk of shame, derisa ta diçnin ose ta varnin. Edhe ne kështu jemi në Shqipëri, domethënë. Në këtë rast, këto ditë me këtë protestë, sa jam kuptuar unë, ai ligu është Top Channel-i, ata po dalin tash, po mbrojnë këtë të zbriturin nga qielli, që është ky Luizi. Edhe normalisht po duket sikur po bëjnë një gjë se do vjen të protestojnë para Top Channel-it, se është turm plak. Është thjesht mob mentality. Është mentaliteti i turmës për diçka që ata thellë vetë dinë që nuk ka asnjë lloj impakti në shoqëri. Po thjesht nuk besojnë në fuqinë e vet për të arritur në lloj ndryshimi tjetër, edhe mundohen të marrin një dopamin, duke u ndier pjesë e këtyre skuadrave dhe e këtyre filozofike për mendimin kanceroze. Kështu e shoh. Por e kanë super vullnet valla, po ti shohësh janë tepër të motivuar, unë nuk e di po e gjejnë gjithë këtë. Domethënë po të kishin pas gjithë këtë idealizëm për gjëra më produktive, vendi do ishte bërë mrekullisë. Okej, kemi pa në për stadiume, por nëse je tifoz i një skuadri në stadium, ke fare historie me atë skuadër, ka lloj kuptimi. Po këtë person e kanë pa 2-3 javë aty, sa u bë Big Brother tash. Edhe s'bën asgjë, ai thjesht bën ca batuta, bën ato skemat e veta aty mbrenda. Është një person që nuk është se i ka dhënë popullit diçka të jashtëzakonshme, thosh është Sali Berisha që wow, një person historik. Është thjesht një tip, nuk e di se si janë afeksion, nuk ka dhënë. I ka dhënë për të qef ti. Pikërisht, këtë në versonit, ti thua që si ka dhënë gjë ai, po ai në të vërtet pikërisht pra kudo që kthej kryt unë shaf Luizin, se sikur ta kisha pas kushërisë do kisha pa më shumë. Kështu që edhe pse jam unë më e shpallë apo Big Brother, me sa kam kuptuar do them kjo është ajo sekreti. Plus edhe më duket ignorant, domethënë pa në lloj niveli, ai ka qenë edhe lutem bëjmë një korrektë. Ai ka qenë edhe atashe kulturor dhe mënyra si shprehet. Okej, ai ti edhe të flas, di edhe të këndoj, po gjanat që i thot janë komplet primitive, flet në një mënyrë ku diun si ca njerëz që i kam pasur në shok kur isha 17 vjeç është. Se di. Edhe se si mund të solidarizohet gjithë ky popull për një njerëz të tillë, edhe të marrë zemër kaq shumë, domethënë për mua si rast studimor, kisha dashur të di se
çaj nxit, çaj ka bë kaq entuziast. Mund ta jap mendim të shpejt. Ja pritër mal. Vazhdo kërë se fillon ankohesh pastaj. Mos i ka dërgu Josefina Topalli. Fani. Josefina nuk i plas fare për atë se vajza e saj është e martuar me të shimë tjetër, kam përshtypjen. Janë datë, apo çaj. Po është me fëmijë, është me tjetër. Okej. Lër fare. Ky rasti Luizit duket si nuk po di më apo këtë tash më falni. The underdog, domethënë edhe është tipike domethënë që njerëzit lidhen pak me këtë pjesën e personit që është si më i dobët aty edhe arrin me dalë në sipërfaqe. Paktën kështu më zhduk mua. Mund ta kem vetë. Unë vallai nuk kam pa hala asnjë pjesë të Big Brother, vetëm çka kam pa meme edhe në një video, as nuk, domethënë, përveç pjesës që s'kam pas kohë, as nuk du mu marrë me ta, por që du të them këtë Albion, që nëse du të ndjerim në një figurë, them ta fusim në Big Brother, të krijoje një lloj imazhi aty dhe pastaj ta fusim në politikë që ta ndjekin. Ishte qetësore, po s'u jetë. Fusim Andi Kurtin. Jam dakord, zoti Descartes është, unë jam shumë dakord për atë. Bëjmë mendjen por duke fol shumë, nxjerr muhabetin deri te botët e tjera, edhe ata i zën makina pastaj. Jo më se s'është ashtu anti. Por që është bindës, në ato gjërat që thot do është bindës zoti Descartes. S'te kam pyetur akoma sot se ditë se kam pyetur çfarë do të thënë Descartes. Po hajt. Descartes ka kushtaj që thotë që mendoj pra jam. Se ke pa që në për çdo kështu kam rrjet social pra jam sot? Jo. E pra. Andin duhet ta analizosh vetëm nga thënjet që ka aty në profil. Pra dhe çfarë? Nuk jam shumë i mirë me stalking, plako. Do të bëj çike çap. Ti na theni shkoni shihni podcastet e atij Andrew Tate. Më fal, i ngatroj, harova unë. Më mirë dëgjoj Andin, të them të drejtën se sa. Cili e ka lezetin të vet? Ale të ftoj një debat, të ftoj Andrew Tate dhe Andy Descartes edhe shohim ç'a bëhet. Dhe të betohem që Andi ka për ta bërë për vete Andrew Tate. Unë mendoj që na duhen më shumë feministe në debat, sepse sonte Oresti është feministe, edhe Klara deri diku, por na duhen nga ato që janë kështu më ekstremiste që të bëhet debati më i zjarrt. Mendoj Gjenesi do ishte e duhur apo. Po Gjenesi s'ka nerva, i fut ndaj çame ose ndaj bërtitme, po duhet ndaj tip, nuk e di. Duhet me para përgatitur. Do bëjmë shohë, do bëjmë spektakël. Albion, unë kam patur Rovena, nuk merr pjesë në për këto space-et? A kam ftu, po thot jo, ku di se çfarë thot. S'kam çaj bëj. Rovena nuk e keni për ekstremistë. Do thonë një fund disa që ishin ekstremistë kështu po s'ma marrë mendja që ka qenë ajo Gresa Hasa, po s'ma marrë mendja se marr pjesë ose jo. Po jo më vllai se aty nuk merr pjesë në asnjë vend. Oresti, a njeh atë një Ariol? E njoh po. Ajo mund të jetë flak për këtë situatë. Sipas kësaj që po flasim ne aktualisht, ne po shohim që femrat në Shqipëri janë rritur me një psikologji për t'u shtyp. Dhe nëse do të thënë për t'u shtyp. Për t'u shtyp psikologjikisht, zoti Albion. Andrea Tatesi. Psikologjikisht pra normal që ishte problem mentaliteti. Dhe me sa duket, këta edhe nëse e kanë mendimin, do e shprehin me butësi, do e shprehin me rregull, dhe pa abuzu, nuk do flasin ashpër, edhe të prerë me një ton sport. Femrat shqiptare janë shumë dhunshme në të folë në krahasim me të hujat. Janë sa do e thoshe?
Edhe me fëmijët janë shumë të gunshme. Jam dakord me këtë që thot Albioni se ma kanë vënë dukje, domethënë kështu persona, sidomos persona nordik, se ato të kanë të demek si diplomat. Po nuk jam dakord, domethënë normal se këtu ideja ishte që të bëjmë dialog. Po të ishte me bë sherr, ishte punë tjetër. Po pra, sherrin e kemi shprehur në privat. Si se Bleoni po e kërkote sherrin aty që po kërkote. Po, pra. Jo, më unë s'po kërkoja, u po bëja parashtrim, unë sherr nuk kërkoj. Jemi plakur për ato punë tash. Ideja është pse nuk shoh kemi me nordikët. Unë mendoja se mund të ishte një relacion mes veriorëve dhe nordikëve në një përputhje apo hiç. Nuk e di, pa eksperiencë shkurt kam me nordikët kështu domethënë, po e kam këtë idenë që jemi drejt për drejt, po paktën ai tipi që kam njohur fund, domethënë kalonte në ofendim dhe I thash, a vashte po erdhi puna për ofendime, domethënë kështu. Ta tregoj mirë çefin. Ja, vëllësën prapë ti ja pas ke zgjatur shumë. Po nga që jam diplomatike, pra se kam 9 vite në Itali edhe e kam reduktuar pjesën time veriore, çfarë ti them tash. Punoj shqiptar, edhe janë gjithë durse poshtë. Deri në Berat shkojnë kështu domethënë. Po nëna Berati jemi në tjetër nivel, pastaj as po themi gjë tash të lutem. Po të lutem më zotri. Orete maksimumi thot o zat. Se atëherë ikoj tipi nga ishim Twitter edhe po ishte tipi fliste shumë idiot leqë. Të gjejmë shumë keq orete. Një sekond. Ora më mirë ndonjëherë kështu siç jemi ne për zotin Allah se unë nuk e kam më ka rënë rasti që kam qenë njëri me fat, kam njohur kultura shumë ndryshme, them të drejtën plak shumica e moshës së re, domethënë deri 25 vjeç, 26, 27 vjeç, çfarë janë nga perëndimi në tërësi dërmuese janë të kalbur në shoqëri, nuk kanë asnjë lloj respekti, nuk ndjehen asnjë lloj detyre kundër shokut, nuk e motivojnë njëri tjetrin, le që mbrapa krave flasin një kështu. Unë nuk po them që shqiptarët nuk e bëjnë këtë gjë plak, po të paktën ata që ke rob 1, 2, 3, 4 sa keqën që ha buk, që ha me të njëjtën lug, nuk nxjerr zorët për ata plak. Këta nuk njohin, këta nuk kanë asnjë të tillë plak. Se di, më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje kjo. Po brezi I ri edhe shqiptarët janë të papërgjeshëm, po kam përshtypjen çdo brez thotë për brezin më të vogël që janë të papjekur, është edhe me moshë. Jo, unë kisha thjesht I njëjti brez me mua, thjesht në shoqëritë perëndimore, Franca dhe Angli për shembull ma shpifin, jo Angli, po Britani në përgjithësi dhe Franca, zero norma shoqërore, zero respekt për njëri tjetrin në plak. Sa del robi nga dhoma edhe në banjë të vej e hapin thesin në mënyrë lëktyr. Italianët kanë këtë që nuk janë të drejtë për drejtë, domethënë edhe sikur të mendojnë për ty 1000 zezat, nuk t'i thonë, ose presin që të largohesh ti që t'ia thonë atij tjetrit dhe kanë shumë takt edhe nëse duan me tall ose me të vun loj, janë si punaresi ose shkodrane që I bin larg edhe por nuk e kanë atë që nuk janë po dhe Shkodran. Po dhe Dibran. Po nuk e kanë atë që thej ti që nuk punojnë për shembull ose janë parazit. Italianët punojnë shumë edhe okay, nuk është se kputen në punë, po të paktën kur kam ardhur këtu kam pa që lexonin jashtëzakonisht shumë edhe ishin ndryshe nga ne. Ne kemi të forta lëndët e matematikës e këto, po këta janë më të shtruar, kam përshtypjen. Se thash unë edhe që punoj, pse ku çfarë lidhje ishte me punën, e kuptova. Jo, që the për këtë punën pra që ne emigrantët që këta janë më parazitë se tash ora 11. Aha, çfarë, e kuptoj, e marr. Kemi sensin e komun plus edhe këta kanë shumë familje, sidomos të jugut. Janë si puna jonë, sa I takon familjes, nuk është të kanë ndryshim më të madh. Qa, jugu Italisë, Greqia s'ka si lloj ndryshimi me Shqipërinë plak. Zero. Po pra, vetëm se janë shumë më mashtruesa dhe një dinë gjitha hilet e mundshme. Normalisht, kjo është ndryshim këtu në Gjermani plak. Unë mbaj më kur kam ardhur në fillim se u bë dhe muhabet që kështu gjermanët tipik, domethënë janë e kundërta plak. Po ja carove, domethënë fjalën e tyre thoshin ai ka mundësi të mos flasësh më, për shembull, në fillim isha what the fuck. Ça bëra, e kupton?
Ose kur I pyet, unë kam vënë gjëja më e bukur që ka ndodhur për shembull, ke parasysh to ç'kemi si je? Që ne në Shqipëri ç'kemi si je, mirë, ç'a bën mirë. E kupton? Kur I thojnë Gjermani si je, vllai të fillon të vërtet si është, domethënë, të tregon ç'a ka ndodhur me ditën, është diku te 5 minuta. Ta dëgjosh derisa të mbaroj, edhe si është mësuar fillim me këtë. Po shumë mirë e kanë mos më bën bezdis shumë kjo gjaja se në Shkodër nuk e di domethënë se është qytete të tjera, po kalojnë rrugë dhe thonë si je dhe ikin pa marrë përgjigje. Edhe më duk gjithmonë shumë e çuditshme kjo pjesa. Thonë mos pyet thuj ç'kemi, përshëndetje, Nadia mirë ose çdo që mund të thosh. Se di, dhe preferoj Gjerman të kjo pjesa, po edhe Oresti jam ha normal. Lutem. Ndryshon Shkodra që takohesh me të njëjtin person 5 herë duke I rarë rreth e rrotut pedonales, edhe ai tjetri që ti je shef sot dhe nuk e shef më. Po s'është atë që vogël Shkodra, më dakord domethënë se në krahasim me Londrën, kurse se di ku jeti në Angli, është kështu një byll vend, po për njerëz dilek e pret rrobi një përgjigje. Ku diun tash, mendimi im kështu I thjesht, nuk është se po detyroj këndon këtë përgjigje. Okej, dakord Orestia, jemi duke ecë në Shkodër, u pam një herë, ja u pam sot. Okej, e shkëmbym mendimin. Do shihemi prap nesër. Do shihemi prap pas nesër, sepse aqa Shkodër. Do shihemi prap dia do dalim me. Normalisht është thjesht përshëndetje që kemi si je, nuk ke çat bësh më tepër. Po të them mos e përshëndet tjetrin normal, thjesht po të them rroj pyetjen, thoj mirëmëngjesi. Okej. Sa të mal tash. Ose gjëja më e saktë që duhet bësh është që ta kapësh atë robin, ta dush ngjot. A ke mundësi të lutem, nga ç'kemi dhe përshëndetje ta ndrosh në Itali, do bësh një term tjetër, mund të përdesësh sepse e ke teprulla me përshëndetjen ç'kemi. Po, e kam filluar prej familjes këtë pjesën, e kam thënë, bolli pyetur pa prit përgjigje. Kështu që mos u shet sot ti për këtë pjesën. Po s'm besohet që po bëjmë sherr për këtë, domethënë edhe nuk bëjmë sherr për Andrew Tate, lutem shumë. Po ne. Do tash se unë e Klara kena pije dhe mos fillon. Ne bëjmë sherr për gjëra madhore, jo për Andrew Tate. Pikërisht pra, e ke thënë më bukur Nëse unë desha të them që kam jetuar një vit me një gjerman në shtëpi, kur kam qenë më I vogël, edhe ishte njëri shumë kështu preciz, kishte ca lëvizje kështu si robotike, hante rrinte në punë vet, me ato kufjet e veta, nuk të fliste pothuajse fare, edhe kur I flisje ti, të fliste në një mënyrë më ndjes si në siklet, se pse I fola, mos kam gabu diku, qa kam mangut. Edhe ore e njoh birra, vetëm një herë kemi pa që kishte dalë për birra me shoqërinë e vet gjermanisë, I qeshur komplet, thamë që ka komplet tjetër njeri. Edhe se di tepër të ftofta. Domethënë e respektoj se janë të ftohtë, se ta respektojnë edhe hapësirën tonë, gjë që te shqiptarët nuk ekzistojnë, vinë ngjiten. Por nuk e di, janë tepër të shkëputur. Se di, po nuk e di kështu për anekdota, un kam pas një kulshi këtu përballë gjerman, edhe vetëm atë ishte përshëndetje edhe më pyette për micën, se ishte kështu I fiksuar mas micave dhe më kërkonte me pa micën. Kaq ishte domethënë, kur u bata ai më pak I ftohtë. Çao mica më. Macja zoti ma, mica. A seriozisht nuk e di. Oj, unë thash jeti I thon me një farë me një lloj termi tjetër mouse, mica, mouse, diçka tjetër. Jo, e kundërta, jo miu, macja. Pas ke në urith. Ore, Allahu na ruajtë se kur sa vajti mend thash ç'është ky buri huj do me pa micën, sa është mica. Normal. Kur qesh ka çuditshëm. Klara mble mikrofonin se e ke hapur. Klara lutem mos pima. Marraj. Le valla gocën qeshi burr, kur qeshi kaq çuditshëm. Sa para shikon normal sa para gjykus janë meshkuj shqiptar. Ajo ishte në qeft vet, duke kaluar shumë bukur duke qeshur. I thaj, e ke të qeshur të çuditshme. Po, e di të qeshurin e kam pak çuditshme, po
Ja po e përmbaj veten. Tash kishte i çiko Bleon, e kishte i çik sigur kishte ngel malore, po bënte kol po makinë. Jo, unë them se Albi është thjesht misogjinist. Është çik, është, po s'ka gjë. Shikoj më jo, kisha me shaka, është si që e kam me. Nuk e di fare. Nuk merr pjesë shumë në debat. Edhe kur Jo, merr pjesë është unë e kam i përshtypje që Klara është në mënyrë komunikimi shumë e afër si unë, po është disi më e vetë përmbajtur, nuk e di. Thjesht nuk i plas plak. Si lej. Mirë, okay. Unë mendova se tani besoj se kjo pjesa do pritet apo jo, Bleon. Klara ku shkove në Gjermani? Kush do pritet me? Çfarë do pritet? Kjo ishte pjesa më e bukur, kjo ishte highlighti. Cili ishte highlighti? Mita. Asnjë lloj problemi. Thjesht isha shumë qef, shumë lirshëm edhe prandaj dhe Pra, ai është qëllimi, të jemi për qef edhe lirshëm. Nuk kam asnjë problemi, pa merak. Edhe Mica jep atë consent që më dalë të bëjmë podcastin nëse ju intereson, se ka problem për private. Okej, rofshi. E dasëm. Mirë pra. E mbyllim këtu pra? E mbyllim se jam prapë për punë nesër, kështu që. Si ta keni më përmbar. Bleon ma bëj follow vlla, se unë nuk të dërgoj kam dot mesazh sa. Okej, e bëra. Mirë pra. Faleminderit që ishit me mua, do dëgjohemi herën tjetër. Ja kalofshi super mirë. Të jeni, siç tha Klara, në qef edhe të lirshëm. Edhe bashkë miru dëgjofshim deri herën tjetër. Ciao. Natën e mirë, faleminderit për ftesën. U mirogjofshim. Natën e mirë, faleminderit që më hapët derën. Po dera hap në zotnia juaj. Pa. Natën, ciao.